Imagjinoni një fotografi. Një pikë e vogël drite, pothuajse e padukshme, me sy të lirë, e shpërndar diku në qiellin e natës mbi hemisferën jugore. Nuk ka asgjë dramatike në pamjen e saj të parë. Nuk shkëlqen si Sirius, nuk ka ngjyrën e kuqe të Marsit, nuk tërheq vëmendjen e askujt që ngre kokën lart në një natë të qartë vere. Por kjo pikë drite, kjo grincë e vogël e dritës që ka udhëtuar në përhapësirë për të arritur sytë tuaj, mbart brenda saj diçka që shkencëtarët e shekullit 21 nuk dinë si ta shpjegojnë. Ajo mbart moshën e saj. Dhe mosha e saj është e pamundur. Ylli HD 120.283, i njohur në botën shkencore me emrin Methusela, Matuzalemi i qiellit, është, sipas të gjitha matjeve tona më të mira, 14.5 miliard vjeç. Universi ynë, sipas të gjitha matjeve tona më të mira, është 13.8 miliard vjeç. Diferenca? 700 milion vjet. 700 milion vjet gjatë të cilave ky yll duhet të ketë ekzistuar, por universi ende nuk ishte lindur. Ky nuk është një gabim i vogël. Ky nuk është një rumbullakosje pasakt. Ky është një paradoks që godet themelet e kozmologjisë moderne me forcën e një çekiçi të rëndë. Dhe sot, ne do të udhtojmë drejt zemrës së tij. Filloni me diçka që e njihni mirë, shtëpia juaj, dhoma ku ndodheni tani. Çdo objekt rreth jush ka një histori. U prodhua diku, u transportua, u vendos këtu. Çdo gjë ka një fillim. Kjo është intuita jon bazë për kohën dhe ekzistencën. Asgjë nuk mund të jetë më e vjetër se origjina e saj. Një fëmijë nuk mund të jetë më i vjetër se prindrit e tij. Një ndërtesë nuk mund të jetë ndërtuar para se të ekzistonte toka mbi të cilën qëndron. Kjo është logjikë e thjeshtë, e padiskutueshme, e ngulitur thellë në mënyrën se si e kuptojmë realitetin. Tani dilni nga shtëpia. Shikoni qiellin. Çdo yll që shihni atje lart ka lindur brenda universit. Kjo është ajo që na mëson fizika. Universi lindi me shpërthimin e madh dhe gjithçka brenda tij, çdo atom, çdo foton, çdo forcë, çdo yll, u krijua pas atij momenti fijestar. Asgjë nuk mund të jetë më e vjetër se universi vet. Kjo është aksioma themelore e kozmologjisë. Kjo është baza mbi të cilën kemi ndërtuar të gjithë kuptimin tonë të historisë kozmike. Por pastaj vjen HD 120.283 dhe gjithçka ndryshon. Në vitin 2003, astronomja Howard Bond nga Instituti i Shkencës së Teleskopëve Hapësinor në Baltimore mori të dhënat e para të detajuara nga teleskopi Hubble mbi këtë yll të çuditshëm. Bond dhe ekipi i saj kishin punuar me kujdes të jashtëzakonshëm. Kishin matur paralaksinë e yllit, lëvizjen e tij të vogël, të matshme kundrejt yjeve të largëta të sfondit, ndërsa toka rrotullohet rreth diellit. Kjo metoda, e njohur si paralaksa trigonometrike, është metoda jonë më e drejtpërdrejtë dhe më e besueshme për matjen e distancave kozmike. Nuk mbështetet në supozime teorike, mbështetet në gjeometri të pastër. Distanca e llogaritur. 292 vjet dritë nga toka. Kjo është relativisht afër në termat kozmik, aq afër sa Hubble mund ta shikonte me precizion të jashtëzakonshëm. Dhe me distancën e njohur, astronomët mund të llogarisinin luminozitetin e vërtet të yllit, sa dritë prodhon realisht, jo sa dritë arrin tek ne. Dhe me luminozitetin e vërtet mund të vendosnin yllin në diagramin Hertzsprung-Russell, hartën themelore të evolucionit yjor. Aty filloi problemi. Diagrami Hertzsprung-Russell është një nga arritjet më elegante të astrofizikës. I zhvilluar në mënyrë të pavarur nga Einar Hertzsprung në Danimark dhe Henry Norris Russell në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë dekadës së parë të shekullit 20, ky diagram tregon marrëdhënien midis temperaturës dhe luminozitetit të yjeve. Dhe ajo që e bën atë të fuqishëm është kjo. Yjet nuk janë të shpërndar rastësisht në këtë diagram. Ata ndjekin modele të parashikueshme, të diktuar nga fizika e brendshme e tyre. Yjet e rinj, të pasur me hidrogjen, qëndrojnë në një brez të quajtur sekuenca kryesore, ndërsa plaken dhe harxojnë hidrogjenin e tyre, ata lëvizin jashtë kësaj sekuence duke u zgjeruar në gjigant të kuq. Shpejtësia e kësaj lëvizjeje varet nga masa e yllit dhe, kritikisht, nga përbërja kimike e tij. Yjet e vjetër, të formuar herët në historinë e universit, kanë shumë pak metale, element më të rëndë se hidrogjeni dhe heliumi.
Kjo është sepse elementet e rënd u krijuan vetëm brenda yjeve dhe u shpërndar nëpër hapësirë kur ata shpërtyen si supernova. Gjeneratat e para të yjeve nuk kishin akses në këto element. Ata u formuan nga gazi primar I shpërthimit të madh. HD 120.283 është jashtëzakonisht I varfër në metale. Kjo e vendos atë ndër yjet më të vjetër të njohur. Por sa I vjetër saktësisht? Për të llogaritur moshën e një yli, astronomët krahasojnë pozicionin e tij aktual në diagramin Hertzsprung-Russell me modelet teorike të evolucionit yjor. Këto modele, të zhvilluara gjatë dekadave nga fizikanë si Iko Iben Jr. dhe Don Vandenberg, parashikojnë me saktësi të madhe se si duhet të duket një yll I një mase dhe përbërjeje të caktuar kimike në çdo fazë të jetës së tij. Duke krahasuar teorinë me vëzhgimin, mund të nxjerrim moshën. Dhe kur Bond dhe ekipi I saj bën këtë krahasim për HD 120.283, rezultati ishte 14.5 miliard vjet, me një pasiguri prej plus ose minus 2 miliard vjet. Që do të thotë se edhe në skenarin më optimist, duke marrë kufirin e poshtëm të pasigurisë, yli mund të jetë 12.5 miliard vjeç. Dhe universi, sipas matjeve të satelitit WMAP dhe më vonë satelitit Planck të Agjencisë Europiane të Hapësirës, është 13.8 miliard vjeç me një pasiguri prej vetëm 140 milion vjet. Matematika nuk funksionon, dhe kjo është pikërisht ajo që e bën këtë paradoks kaq të frikshëm. Mendoni për çfarë do thotë kjo në termat e jetës së përditshme? Imagjinoni se gjeni një dokument të vjetër, një letër, një kontratë, një testament. Data e shkrimit thot 25 mars 1950. Por ju e dini me siguri absolute se personi që e shkroi atë letër lindi në vitin 1960. Personi nuk mund ta ketë shkruar letrën para se të lindë. Kjo është e pamundur. Kjo është kontradikta që po shohim në qiell. Por ndryshe nga letra e falsifikuar, ne nuk mund ta hedhim poshtullin. Ai është atje. Ai shkëlqen. Teleskopi Hubble e ka fotografuar me precizion të jashtëzakonshëm. Të dhënat janë reale. Dhe kjo na lë me 3 mundësi, secila prej të cilave është e tronditshme në mënyrën e vet. E para, ne jemi duke gabuar në moshën e yllit. Metodat tona të llogaritjes së moshës yjore ka një defekt të fshehur, një supozim të pasakt, një variabël të llogaritur gabim. E dyta, ne jemi duke gabuar në moshën e universit. Konstantja Hubble, numri që mat shpejtësinë e zgjerimit të universit dhe nga I cili nxjerrim moshën e tij, është e pasakt. E treta, asnjëra nga të dyja nuk është e gabuar, dhe kemi nevojë për fizik krejtësisht të re për të shpjeguar se si mund të ekzistojë diçka para fillimit të gjithçkaje. Secila nga këto mundësi ka implikime të thella, dhe secila ka mbështetës të zjarrt brenda komunitetit shkencor. Por para se zhytemi në thellësinë e këtij debati, le të kuptojmë plotësisht se çfarë është ky yll dhe pse ai është kaq I veçantë. HD 120.283 nuk është thjesht një yll I vjetër. Ai është një dëshmi e gjallë e epokave të hershme të universit, një artefakt kozmik nga një kohë kur galaksia jon ishte ende duke u formuar, kur yjet e parë sapo kishin filluar të ndriconin, kur hapësira vet ishte shumë ndryshe nga ajo që njohim sot. Ylli ndodhet në halon e rrugës së Qumështit, rajonin e jashtëm sferik të galaksisë son, larg diskut të shesht ku ndodhet dielin. Kjo vendodhje është domethënëse. Yjet e halos janë zakonisht ndër më të vjetrit në galaksi. Ata u formuan herët kur galaksia ishte ende duke u konsoliduar nga rreth e gazit primar. Ata janë si fosile kozmike, të ngrira në kohë, duke na treguar se si dukej universi miliarda vjet më parë. Dhe HD 120.283 lëviz me shpejtësi të jashtëzakonshme, rreth 294 km/s relative ndaj diellit. Kjo shpejtësi e lartë është tipike për yjet e halos, të cilët ndjekin orbita eliptike të zgjatura rreth qendrës galaktike, ndryshe nga yjet e diskut si dielin, të cilët ndjekin orbita pothuajse rrethore. Kjo orbitë e çrregullt është edhe ajo një shenjë origjinës së hershme, nga një kohë kur galaksia jon nuk kishte ende strukturën e rregullt që ka sot. Tani, le të bëjmë diçka të rëndësishme. Le të kuptojmë se çfarë do të thotë 13.8 miliard vjet, mosha e universit, në termat që mund t'i ndjejmë realisht.
Nëse do të kompresonin të gjithë historinë e universit në një vit të vetëm kalendarik, 24 orë në ditë, 365 ditë, atëherë shpërthimi i madh do të ndodhte në mesnatën e parë të janarit. Yjet e parë do të ndriconin rreth 2 minutat e para të janarit. Galaktika jon, rruga e Qumështit, do të fillonte të formohej rreth janarit të tretë. Dielli ynë nuk do të linte deri në shtatorin e dytë. Jeta në tokë do të shfaqej rreth shtatorit të tretë. Dinozaurët do të shfaqeshin dhe do të zhduken brenda dhjetorit. Dhe e gjithë historia njerëzore, nga Homo sapiens i parë deri tek sot, do të ndodhte brenda 23 sekondave të fundit të dhjetorit të 31. Tani mendoni, HD 140.283 sipas matjeve tona, do të kishte lindur 700 milion vjet para shpërthimit të madh. Në analogjin ton kalendarike, kjo do të thotë se ky yll do të kishte lindur rreth 18 ditë para fillimit të vitit. 18 ditë para se koha vetë të fillonte. 18 ditë para se hapësira të ekzistonte. 18 ditë para se të kishte absolutisht asgjë. Kjo është absurde. Dhe megjithatë, të dhënat tregojnë pikërisht këtë. Kur Howard Bond publikoi rezultatet e saj fillestare në vitin 2003, reagimi i komunitetit shkencor ishte i menjëhershëm dhe i zhurmshëm. Disa astronom sugjeruan se kishte gabime sistematike në matjet e paralaksit. Të tjerë vunë në dyshim modelet e evolucionit yjor. Disa propozuan se konstantja Hubble, numri kyç që na jep moshën e universit, mund të ishte llogaritur gabim. Por Bond dhe ekipi i saj kishin bërë punën e tyre me kujdes të jashtëzakonshëm. Ata kishin marrë parasysh burimet e mundshme të gabimit, kishin aplikuar korrigjime për lëvizjen e yllit, për efektet e atmosferës, për pasigurit instrumentale, dhe rezultati mbetej i njëjtë, 14.5 miliard vjet me pasiguri prej 2 miliard vjetësh. Pastaj, në vitin 2013, erdhi një studim i ri. Howard Bond, tani me një ekip edhe më të madh dhe me të dhëna edhe më të mira nga teleskopi hapësinor Hubble, rishikoi llogaritjet. Ata zbuluan se distanca e yllit ishte pak më e madhe se sa mendohej fillimisht, 292 vjet dritë, jo 284. Kjo ndryshoi pak luminozitetin e llogaritur dhe si rrjedhoi moshën e llogaritur. Rezultati i ri, 11.44 miliard vjet me pasiguri prej plus ose minus 143 milion vjet. Paradoksi u zgjidh? Jo plotësisht, sepse edhe kjo vlerë, 11.44 miliard vjet, qëndron brenda kufive të pasigurisë, dhe kufiri i sipërm i pasigurisë e çon në linsërish drejt moshave problematike. Dhe debati mbi konstantën Hubble, i njohur si tensioni Hubble, ka bërë gjërat edhe më komplekse. Tensioni Hubble është ndoshta kriza më e madhe në kozmologjinë bashkëkohore. Konstantja Hubble, e shënuar me shkronjën H dhe numrin 0, mat shpejtësinë me të cilën universi po zgjerohet. Çdo megaparsek distancë, rreth 3.127.000 vjet dritë, galaktikat po largohen nga njëra tjetra me një shpejtësi të caktuar. Kjo shpejtësi, e ndarë me distancën, na jep konstantën Hubble. Problemi është se dy metoda kryesore të matjes së kësaj konstante japin rezultate të ndryshme. Kur astronomët matin konstantën Hubble duke përdorur rrezatimin e sfondit kozmik të mikrovalve, dritën e mbetur nga shpërthimi i madh, e matur me saktësi të jashtëzakonshme nga sateliti Planck, ata marrin një vlerë prej 67.4 km në sekond për megaparsek. Por kur astronomët matin konstantën Hubble duke përdorur yjet Cepheid dhe supernovat të tipit I, A, metodat e drejtpërdrejta të matjes së distancave kozmike, ata marrin një vlerë prej 73.4 km në sekond për megaparsek. Diferenca duket e vogël, por implikacionet janë gjigante. Nëse vlera e vërtetë e konstantës Hubble është më e lartë, rreth 73, atëherë universi po zgjerohet më shpejt se sa mendonim. Dhe kjo do të thotë se ai është pak më i ri se sa llogarisim aktualisht. Dhe nëse universi është pak më i ri, atëherë paradoksi i HD 140.283 bëhet edhe më akut. Por le të kthehemi për një moment te ylli vet, te kjo pikë drite e largët që ka shkaktuar kaq shumë trazira intelektuale.
HD 120.283 është një yll nëngjigant. Ai ka kaluar fazën e sekuencës kryesore dhe po lviz drejt fazës së gigantit të kuq. Masa e tij është rreth 80% e masës së diellit ton. Temperatura e sipërfaqes është rreth 5500 gradë Kelvin, pak më e ftohtë se dielli, i cili ka rreth 5772 gradë Kelvin. Ngjyra e tij është e verdh portokalli dhe shkëlqen me luminozitet rreth 4 herë më të lartë se dielli. Por ajo që e bën atë vërtet të jashtëzakonshëm është metaliciteti i tij, sasia e elementëve më të rëndë se hidrogjeni dhe heliumi. Metaliciteti i HD 120.283 është vetëm 0.2% e metalicitetit të diellit, që do të thotë se ai ka 250 herë më pak metale se dielli ynë. Ai është ndërtuar pothuajse tërësisht nga hidrogjeni dhe heliumi primar, materialet e para të universit, të prodhuara gjatë 3 minutave të para pas shpërthimit të madh. Kjo varfëri metalike është si një certifikat lindjeje kozmike. Ajo na tregon se ky yll u formua shumë herët, kur universi ishte ende i ri dhe i pastër, para se gjeneratat e paratëjeve të kishin pasur kohë të prodhonin dhe të shpërndanin elementet e rëndë në përhapësirë. Ai është një dëshmitar i epokave të hershme, një zë nga fillimi i gjithçkaje. Dhe pikërisht kjo është ajo që e bën paradoksin kaq të fuqishëm dhe kaq të rëndësishëm. Nuk jemi duke diskutuar për një gabim të vogël matjeje. Nuk jemi duke diskutuar për një anomali statistikore që mund të shpjegohet lehtë. Jemi duke diskutuar për mundësinë që njëri nga 2 shtyllat kryesore të kozmologjisë moderne, ose mosha e yjeve, ose mosha e universit, të jetë e gabuar në mënyrë fundamentale. Dhe kjo është diçka që shkencëtarët nuk mund ta injorojnë, nuk mund ta fshehin në nënçilim, nuk mund ta shpjegojnë me fjalë të buta dhe të qeta. Ky paradoks kërkon një përgjigje, dhe gjetja e kësaj përgjigje mund të ndryshojë gjithçka që mendojmë se dim për origjinën, moshën dhe natyrën e universit ton. Pyetja nuk është nëse ka një gabim diku. Pyetja është, ku është ai gabim? Dhe çfarë na tregon ai gabim për natyrën e realitetit? Për të kuptuar thelësinë e kësaj pyetjeje, duhet të kuptojmë se si i matim moshën e yjeve dhe moshën e universit, dhe pse këto 2 metoda, të zhvilluara nga shkencëtar të ndryshëm, duke përdorur instrumente të ndryshme dhe teori të ndryshme, duhet të japin rezultate të pajtueshme. Mosha e yjeve llogaritet duke përdorur fizikën nukleare dhe termodinamikën. Brenda çdo ylli, hidrogjeni zhdrohet në helium nëpërmjet reaksioneve të bashkimit bërthamor. Kjo prodhon energjinë që e mban yllin të ndriçojë. Shpejtësia e kësaj reaksion varet nga masa e yllit dhe nga temperatura e bërthamës. Yjet masiv djegin hidrogjenin e tyre shumë shpejt dhe jetojnë vetëm disa milion vjet. Yjet e vegjël si dielli ynë djegin hidrogjenin e tyre ngadalë dhe jetojnë 10 miliard vjet ose më shumë. Kur hidrogjeni i bërthamës harxhohet, ylli fillon të ndryshojë strukturën e tij. Bërthama tkurret dhe nxehet, ndërsa shtresat e jashtme zgjelohen. Ylli lëviz jashtë sekuencës kryesore në diagramin Hertzsprung-Russell. Kjo lëvizje, e quajtur pika e kthimit, ndodh në një moment të parashikueshëm, të diktuar nga fizika. Duke matur se ku ndodhet ylli në raport me pikën e kthimit, astronomët mund të llogarisin moshën e tij me saktësi të konsiderueshme. Kjo metodë nuk mbështetet në supozime kozmologjike. Ajo mbështetet në fizikën nukleare, fizikën e testuar dhe të verifikuar në laborator këtu në tokë. Kjo e bën atë të pavarur nga matjet e moshës së universit. Dhe kjo pavarësi është pikërisht ajo që e bën konfliktin kaq të rëndësishëm. Mosha e universit nga ana tjetër llogaritet duke përdorur kozmologjinë, teorinë e zgjerimit të universit dhe rrezatimin e sfondit kozmik të mikrovalve. Kur Edwin Hubble zbuloi në vitin 1929 se galaktikat po largohen nga njëra tjetra me shpejtësi proporcionale me distancën e tyre, ai hapi derën për llogaritjen e moshës së universit. Nëse galaktikat po largohen sot, atëherë në të kaluarën ato ishin më afër. Duke kthyer prapa kohën, duke llogaritur kur të gjitha galaktikat do të kishin qenë në të njëjtin vend, mund të gjejmë momentin e shpërthimit të madh. Por kjo llogaritje varet kritikisht nga vlera e konstantës Hubble, dhe siç pam, kjo vlerë është ende e diskutueshme. Nëse konstantja Hubble është pak më e lartë se sa mendojmë, universi është pak më i ri.
Nëse është pak më e ulët, universi është pak më i vjetër. Dhe kjo ndryshim i vogël, disa kilometra në sekond për megaparsek, mund të jetë diferenca midis një universi që është 13.8 miliard vjeç dhe një universi që është 14.5 miliard vjeç. Nëse universi është vërtet 14.5 miliard vjeç ose më i vjetër, atëherë paradoksi i HD 120.283 zhduket. Illi mund të jetë aq i vjetër sa tregojnë matjet dhe megjithatë të jetë lindur brenda universit. Por kjo do të thotë se matjet tona aktuale të moshës së universit janë të gabuara, dhe kjo do të thotë se modeli in standard kozmologjik ka një defekt të fshehur. Dhe pikrish këtu fillon të bëhet me të vërtet interesante, sepse modeli standard kozmologjik, i njohur si modeli Lambda CDM, është ndështuar mbi 10 vjet vëzhgimesh dhe matjesh. Ai shpjegon me saktësi të jashtëzakonshme strukturën e madhe të universit, shpërndarjen e galaktikave, rrezatimin e sfondit kozmik të mikrovalve dhe shumë fenomene të tjera. Ai është ndoshta modeli shkencor më i suksesshëm i shekullit 20. Por ai ka dy komponent misterioz, energjia e errët dhe materia e errët. Energjia e errët, e cila llogaritet të përbëjë 69% të energjisë totale të universit, është forca e panjohur që po e përshpejtojë zgjerimin e universit. Materia e errët, e cila llogaritet të përbëjë 26% të masës energjisë totale, është materia e panjohur që nuk ndërvepron me dritën, por ushtron gravitet. Vetëm 5% e universit është materia e zakonshme, atomet, yjet, galaktikat, planetet, ju dhe unë. Nëse vlerat tona të energjisë së errët ose të densitetit të materies së errët janë pak të gabuara, kjo mund të ndikojë në llogaritjen e moshës së universit. Dhe kjo mund të jetë pikërisht ajo që po ndodh. Kjo është pyetja që do të na udhëhesh nëpër këtë udhtim. A është HD 120.283 vërtet më i vjetër se universi? Dhe nëse po, ose nëse duket kështu, çfarë na tregon kjo për kufijtë e njohurive tona? Sepse ky paradoks nuk është thjesht një problem teknik për astronomët dhe kozmologët. Ai prek diçka shumë më të thellë. Ai prek pyetjen themelore. Sa mirë e kuptojmë vërtet universin? Sa të sigurta janë bazat mbi të cilat kemi ndërtuar të gjithë kuptimin ton të kozmosit? Dhe ndoshta, pikërisht kur mendojmë se kemi kuptuar gjithçka, kur modelet tona janë elegante dhe të sakta dhe të bukura, natyra na dërgon një yll të vogël, të largët, të vjetër dhe na thot: "Jo, ju nuk keni mbaruar ende. Ka ende gjëra që nuk i dini. Ka ende mistere që presin të zgjidhen." HD 120.283 është ai yll. Dhe historia e tij, historia e paradoksit të tij, është historia e shkencës vet, e kureshtjes, e dyshimit, e guximit për të vënë në dyshim edhe ato gjëra që i konsiderojnë të sigurta. Dhe tani, le të hyjmë në zemrën e kësaj historie. Le të hapim kutinë e Pandorës shkencore dhe të shohim se çfarë gjendet brenda saj. Jo me frikë, por me atë kuriozitet të ftohtë dhe të qetë që e bën shkencën të mundshme. Ekzistojnë dy modele kryesore për të kuptuar moshën e gjërave kozmike. Dy sisteme mendimi, dy tradita matjeje, dy mënyra për të lecuar historinë e universit. Dhe ato dy modele, për dekada të tëra, kanë jetuar në paqe të brisht, duke dhënë rezultate të ngjashme, duke u mbështetur reciprokisht, duke ndërtuar së bashku atë ndërtesë madhështore që quajmë kozmologji moderne. Por HD 120.283 ka vendosur këto dy modele ball për ball. Dhe ajo që shohim kur i krahasojmë me kujdes, kur i shqirtojmë me durim dhe me ndershmëri intelektuale, është diçka që shkencëtarët nuk e presin kurrë. Dy sisteme të ndryshme, të ndërtuara mbi baza të ndryshme, duke treguar gjëra të ndryshme për të njëjtën realitet. Modeli i parë është ai i astrofizikës yjore. Ky model thot: shiko illin, shiko se ku ndodhet në diagramin e evolucionit, shiko metalicitetin e tij, shiko strukturën e tij të brendshme, dhe nga këto të vëna, llogarit moshën e tij. Ky model është ndërtuar mbi fizikën nukleare, mbi kuptimin ton të reaksioneve të bashkimit bërthamor, të termodinamikës, të mekanikës kuantike. Është testuar në laborator, është verifikuar me mijëra yje të tjerë. Është një nga arritjet më solide të fizikës moderne.
Dhe ky model thot: HD 140.283 është 14.5 miliard vjeç me pasiguri prej 2 miliard vjetësh. Modeli i dytë është ai i kozmologjisë observacionale. Ky model thot: Shiko universin në tërësi. Shiko si po zgjerohet. Shiko rrezatimin e sfondit kozmik të mikrovalve, atë dritë të lashtë që mbushi hapësirën 380.000 vjet pas shpërtimit të madh dhe që sot arrin tek ne si një zhurmë bute e mikrovalve nga çdo drejtim i qiellit. Shiko shpërndarjen e galaktikave, strukturën e madhe të universit, fluktuacionet e vogla të temperaturës në atë rrezatim primar, dhe nga këto të dhëna, llogarit moshën e universit. Ky model është ndërtuar mbi relativitetin e përgjithshëm të Einsteinit, mbi mekanikën kuantike, mbi termodinamikën statistikore. Është testuar me instrumente hapësinore të sofistikuara dhe ky model thot: Universi është 13.8 miliard vjeç me pasiguri prej vetëm 120 milion vjetësh. 2 modele, 2 rezultate, dhe midis tyre një hendek prej 700 milion vjetësh që nuk duhet të ekzistojë. Tani le të bëjmë diçka që shkencëtarët e mirë gjithmonë bëjnë. Le të shqyrtojmë pikat e forta dhe kufizimet e secilit model me ndershmëri të plotë. Sepse vetëm duke kuptuar se ku secili model është i fortë dhe ku është i dobët, mund të fillojmë të kuptojmë se ku mund të fshihet gabimi. Modeli i astrofizikës ujore ka pikat e tij të forta të jashtëzakonshme. Fizika nukleare mbi të cilën mbështetet është ndër më të testuarat në historinë e shkencës. Reaksionet e bashkimit bërthamor janë studiuar në laborator këtu, në tokë, jo vetëm teorikisht, por eksperimentalisht, me precizion të jashtëzakonshëm. Kuptojmë me saktësi të madhe se si hidrogjeni zhderrohet në helium, sa energji lirohet, sa shpejt ndodh ky proces në kushte të ndryshme, temperature dhe presioni. Kuptojmë se si kjo energji udhton nga bërthama e ilit drejt sipërfaqes, një udhtim që mund të zgjas qindra mijëra vjet për një foton të vetëm. Kuptojmë se si sipërfaqja e ilit rrezaton energjinë në hapësirë. Kjo fizik është e qëndrueshme, e verifikueshme, e besueshme. Por modeli i astrofizikës ujore ka edhe kufizimet e tij. Llogaritja e moshës ujore varet nga modelet e evolucionit ujor. Modele kompjuterike komplekse që simulojnë jetën e plotë të një illi nga lindja deri në vdekje. Këto modele kanë parametra të shumtë: masën filestare të illit, përbërjen kimike filestare, shpejtësinë e humbjes së masës nëpërmjet errrave ujore, efikasitetin e proceseve të përzierjes brenda illit. Çdo parametër ka pasigurinë e tij, dhe pasiguria totale e moshës ujore është shuma e të gjitha këtyre pasigurive individuale. Ekziston edhe një problem specifik me HD 140.283. Metaliciteti i tij jashtëzakonisht i ulët e bën atë të vështirë për tu modeluar. Shumica e modeleve të evolucionit ujor janë kalibruar me yje që kanë metalicitet më të lartë, yje si dieli-yn ose yje në grupe ujore të studiuara mirë. Kur aplikojmë këto modele në një yll me metalicitet kaq të ulët sa HD 140.283, jemi duke ekstrapoluar jashtë zonës ku modelet janë testuar. Dhe ekstrapolimi gjithmonë sjell pasiguri shtesë. Kjo nuk do të thotë se modeli është i gabuar. Do të thotë se pasiguria e tij mund të jetë më e madhe se sa llogarisim. Dhe nëse pasiguria e vërtetë e moshës ujore është 2 miliard vjet, siç sugjerojnë matjet e Bond, atëherë kufiri i poshtëm i moshës ujore është 12.5 miliard vjet. Dhe kjo vlerë është e pajtueshme me moshën e universit. Matematika funksionon, por vetëm nëse jemi në kufirin e poshtëm të pasigurisë ujore dhe kufirin e sipërm të pasigurisë kozmologjike njëkohësisht. Kjo është e mundur, por statistikisht e pakëndshme. Tani le të shqyrtojmë modelin e dytë, kozmologjinë observacionale, me të njëjtën ndershmëri. Pikat e forta të këtij modeli janë gjithashtu të jashtëzakonshme. Rrezatimi i sfondit kozmik të mikrovalve është ndoshta matja më e saktë në historinë e astronomisë. Sateliti Planck i Agjencisë Europiane të Hapësirës, i lancuar në vitin 2009 dhe i operuar deri në vitin 2013, hartoi këtë rrezatim me precizion të paparë. Ai mati fluktuacionet e temperaturës në nivelin e 1/100.000 të gradës Kelvin, precizion i pabesueshëm.
Dhe nga këto matje, kozmologët nxorën parametrat e universit, densitetin e materjes, densitetin e energjisë së errët, shpejtësinë e zgjerimit dhe moshën. Rezultati? 13.8 miliard vjet, me pasiguri prej vetëm 120 milion vjetësh. Kjo pasiguri e vogël, vetëm 0.9%, është shenjë matjes me precicion të jashtëzakonshëm. Por edhe ky model ka kufizimet e tij, dhe kufizimi kryesor është ky: matja e moshës së universit nga rrezatimi i sfondit kozmik të mikrovalëve nuk është e drejtë për drejtë. Ajo varet nga modeli kozmologjik që supozojmë, modeli lambda CDM. Nëse ky model ka defekte, nëse energjia e errët nuk sillet saktësisht ashtu siç supozojmë, nëse materia e errët ka veti të papritura, nëse ka komponentë të tjerë të universit që nuk i kemi zbuduar ende, atëherë llogaritja e moshës mund të jetë e pasaktë. Dhe pikërisht këtu hym në territorin e tensionit Hubble, atij konflikti të madh që po trondit kozmologjinë bashkëkohore. Tensioni Hubble nuk është thjesht një mosmarrveshje teknike midis dy grupeve astronomësh. Ai është një simptom e diçkaje më të thellë. Ai tregon se dy mënyra të ndryshme për të maturë të njëjtën gjë, shpejtësinë e zgjerimit të universit, japin rezultate të ndryshme. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë nëse modeli ynë kozmologjik është i saktë. Mendoni për analogjinë e mëposhtme. Imagjinoni se doni të matni lartësinë e një ndërtese. Mund ta matni drejt për drejt me një shirit matës, duke filluar nga toka dhe duke shkuar deri në maj. Ose mund ta matni indirekt, duke matur këndin e ngritjes nda një distancë të njohur dhe duke përdorur trigonometrinë. Nëse ndërtesa është reale dhe matjet tuaja janë të sakta, të dyja metodat duhet të japin të njëjtin rezultat. Nëse japin rezultate të ndryshme, ka dy mundësi. Ose njëra nga metodat ka një gabim sistematik, ose ndërtesa nuk është ajo që mendoni se është. Ndoshta ka një kat të fshehur, ndoshta themelet janë nën tokë, ndoshta forma e saj është e çuditshme. Kjo është saktësisht situata me tensionin Hubble. Metoda e drejtë për drejtë, yjet Cefeit dhe supernovat, jep një vlerë. Metoda indirekte, rrezatimi i sfondit kozmik, jep një vlerë tjetër. Dhe diferenca midis tyre, rreth 6 km në sekond për megaparsek, është shumë e madhe për të qenë thjesht gabim matjeje. Ajo është statistikisht domethënëse në nivelin e 5 sigma, niveli i njëjtë i besueshmërisë që fizikanët e grimcave elementare kërkojnë para se të shpallosin zbulimin e një grimce të re. 5 sigma. Kjo do të thotë se probabiliteti që kjo diferencë të jetë rastësi statistikore është 1 në 3.500.000. Kjo nuk është rastësi, kjo është sinjal, dhe ky sinjal ka implikime direkte për paradoksin e HD 120.283. Nëse vlera e vërtetë e konstantës Hubble është më e lartë se sa tregon metoda e rrezatimit të sfondit kozmik, nëse është rreth 73 ose 74 km në sekond për megaparsek, atëherë universi po zgjerohet më shpejt se sa mendojmë. Dhe nëse po zgjerohet më shpejt, atëherë ka kaluar më pak kohë që nga shpërtimi i madh. Universi është pak më i ri, dhe paradoksi bëhet pak më akut. Por nëse vlera e vërtetë e konstantës Hubble është më e ulët, nëse metoda e drejtë për drejtë ka një gabim sistematik të fshehur, atëherë universi po zgjerohet më ngadalë, ka kaluar më shumë kohë dhe universi është pak më i vjetër. Dhe paradoksi mund të zgjidhet. Kjo është arsyeja pse tensioni Hubble dhe paradoksi i HD 120.283 janë të lidhura ngushtë. Ato janë dy simptoma të së njëjtës sëmundje, dy shenja se diçka në modelin ton kozmologjik nuk është plotësisht e saktë. Tani le të bëjmë diçka të guximshme. Le të pyesim, çfarë do të thotë nëse të dyja matjet janë të sakta? Çfarë do të thotë nëse HD 120.283 është vërtet 14.5 miliard vjeç dhe universi është vërtet 13.8 miliard vjeç? Çfarë fizik do të nevojitej për të shpjeguar këtë? Kjo pyetje thjesht dhe e tmerrshme ka nxitur disa nga idetë më të guximshme dhe më provokuese në kozmologjinë bashkëkohore. Një mundësi është se konstantja kozmologjike, energjia e errët, nuk është konstante. Einsteini e prezantoi konstantën kozmologjike si një term në ekuacionet e tij të relativitetit të përgjithshëm, një forcë kundër gravitetit që do të mbante universin statik.
Ai e braktisi atë kur Hubble zbuloi se universi po zgjerohet, duke e quajtur gabimin e tij më të madh. Por kur astronomët zbuluan në vitin 1998 se zgjerimi i universit po përshpejtohet, konstantja kozmologjike u rikthye, si energji e errët. Modeli standard supozohet se kjo energji e errët ka densitet të njëjtë në çdo pikë të hapësirës dhe në çdo moment të kohës. Por çfarë nëse kjo supozim është i gabuar? Çfarë nëse energjia e errët ka ndryshuar me kalimin e kohës? Ishte më e fortë në të kaluarën ose më e dobët? Nëse densiteti i energjisë së errët ka ndryshuar, atëherë shpejtësia e zgjerimit të universit ka ndryshuar në mënyra që modeli standard nuk i parashikon. Dhe kjo mund të ndikojë në llogaritjen e moshës. Fizikanët e quajnë këtë mundësi quintessence, energji e errët dinamike. Disa modele të quintessence parashikojnë se universi mund të jetë pak më i vjetër se sa llogarit modeli standard. Nëse kjo është e vërtet, paradoksi i HD 120.283 mund të zgjidhet pa nevojën për të ndryshuar fizikën njore. Por quintessence sjell problemet e veta. Nëse energjia e errët ndryshon me kohën, atëherë duhet të ketë një mekanizëm fizik që e shkakton këtë ndryshim. Dhe ky mekanizëm duhet të jetë i pajtueshëm me të gjitha vëzhgjimet e tjera kozmologjike, me strukturën e madhe të universit, me rrezatimin e sfondit kozmik, me shpërndarjen e galaktikave. Deri tani, asnjë model i quintessence nuk ka arritur të shpjegojë të gjitha këto vëzhgjime njëkohësisht. Kjo nuk do të thotë se quintessence është e gabuar. Do të thotë se nuk kemi gjetur ende modelin e duhur. Një mundësi tjetër, edhe më radikale, është se modeli lambda CDM ka nevojë për rishikim të thellë. Ky model supozohet se universi është homogjen dhe izotropik në shkallë të mëdha, se materia dhe energjia janë të shpërndara njëtrajtshëm kur shikojmë në shkallë të mjaftueshme të mëdha. Ky supozim, i njohur si parimi kozmologjik, është baza e të gjithë kozmologjisë moderne. Por çfarë nëse ky supozim është vetëm një aprocimim i mirë, jo e vërteta absolute? Çfarë nëse universi ka struktura në shkallë shumë të mëdha, struktura që nuk i kemi zbuluar ende, që ndikojnë në zgjerimin e tij lokal? Disa kozmolog kanë propozuar se ne ndodhemi brenda një rajoni të universit që ka densitet pak më të ulët se mesatarja, një zbrazëti kozmike të madhe. Nëse kjo është e vërtet, atëherë galaktikat rreth nesh po largohen pak më shpejt se mesatarja kozmike, sepse graviteti i rajonit ton është pak më i dobët. Dhe kjo do të bënte që matjet tona lokale të konstantës Hubble, ato që bëjmë duke shikuar yjet Cepheid dhe supernovat relativisht afër, të japin një vlerë pak më të lartë se vlera globale. Kjo mund të shpjegojë tensionin Hubble. Dhe nëse vlera globale e konstantës Hubble është pak më e ulët, universi është pak më i vjetër. Dhe paradoksi i HD 120.283 zgjidhet. Por edhe kjo hipotezë ka problemet e veta. Zbrazëtja kozmike që do të nevojitej për të shpjeguar tensionin Hubble duhet të jetë e madhe, shumë e madhe. Dhe vëzhgjimet e strukturës së madhe të universit nuk tregojnë qartë ekzistencën e një zbrazëtje kaq të madhe rreth nesh. Kjo nuk e përjashton hipotezën, por e bën atë të vështirë për t'u mbrojtur. Dhe pastaj, ekziston mundësia e tretë, ajo që shumë fizikane konsiderojnë si më të tronditshmen, por edhe si më të ndershmen intelektualisht. Se ne thjesht nuk e dim. Se modeli ynë kozmologjik ka një defekt të fshehur që nuk e kemi identifikuar ende. Se fizika e re, fizika që nuk e kemi zbuluar ende, është e nevojshme për të shpjeguar jo vetëm paradoksin e HD 120.283, por edhe tensionin Hubble, edhe natyrën e energjisë së errët, edhe natyrën e materjes së errët. Kjo mundësi, mundësia e fizikës së re, është ajo që e bën këtë paradoks kaq emocionues për shkencëtarët, sepse historia e fizikës është historia e momenteve kur anomalitë e vogla, ato gjëra që nuk funksionojnë saktësisht siç duhet, kanë çuar në revolucione të mëdha. Mendoni për anomalinë e orbitës së Merkurit. Në shekullin e 19, astronomat vure se orbita e Merkurit nuk silej saktësisht ashtu siç parashikonte mekanika e Newtonit. Periheliumi i orbitës, pika më e afërt me dielin, lëvizte pak çdo vit, pak më shumë se sa parashikonte teoria. Diferenca ishte e vogël, vetëm 43 sekonda harku në shekull, por ajo ishte reale dhe e matshme.
Dhe ajo anomali e vogël çoi 50 vjet më vonë në relativitetin e përgjithshëm të Einsteinit, teorinë që ndryshoi kuptimin ton të hapësirës, kohës dhe gravitetit. Mendoni për rrezatimin e trupit të zi. Në fund të shekullit të 19, fizikanët nuk mund të shpjegonin saktësisht si rrezaton energji një trup i ngjehtë. Formula klasike funksiononte mirë për gjatësi vale të mëdha, por parashikonte sasi të pafundme energjie për gjatësi vale të vogla, një absurditet i njohur si katastrofa ultraviolet. Kjo anomali e vogël çoi në vitin 1900 në kuantizimin e energjisë nga Max Planck, fillimin e mekanikës kuantike. Anomalitë e vogla, revolucionet e mëdha. Kjo është modeli i historisë së fizikës dhe paradoksi i HD 120.283 mund të jetë anomalia e radhës, ajo që do të çojë në revolucionin e radhës. Por le të jemi të ndershëm, ne nuk e dim ende. Dhe kjo ndershmëri, kjo gatishmëri për të thënë nuk e dim, është pikrisht ajo që e bën shkencën të ndryshme nga dogma. Tani le të kthehemi te pyetja konkrete. Çfarë thot komuniteti shkencor sot? Ku qëndron debati aktualisht? Pas studimit të vitit 2013 nga Howard Bond dhe ekipi i saj, shumica e astronomëve pranuan se pasiguria e moshës jore ishte mjaft e madhe për të shmangur konfliktin e drejtpërdrejtë. Vlera e rishikuar, 11.44 miliard vjet, ishte e pajtueshme me moshën e universit brenda kufive të pasigurisë. Paradoksi u zgjidh, ose të paktën u zbut, por zbeja e paradoksit nuk do të thotë zhdukja e tij, sepse pasiguria e moshës jore mbetet e madhe. Kufiri i sipërm i pasigurisë, 11.44 plus 2 miliard vjet, e çon Nilin sërish drejt moshave problematike. Dhe tensioni Hubble, i cili u bë i qartë pas vitit 2013, ka shtuar kompleksitet të ri. Nëse vlera e vërtet e konstantës Hubble është rreth 73, si tregojnë matjet e drejtpërdrejta, atëherë universi është rreth 13.42 miliard vjeç, jo 13.8. Kjo diferencë prej 600 milion vjetësh e bën paradoksin sërish akut, dhe kjo është arsyeja pse HD 120.283 mbetet në qendër të debatit kozmologjik edhe sot. Ekziston edhe një dimension tjetër i këtij debati që shpesh neglizhohet. Pyetja e sa yjeve si HD 120.283 ekzistojnë. Nëse ky il është një anomali e vetme, nëse është i vetmi il me moshë problematike, atëherë ndoshta ka një shpjegim të veçantë për të. Ndoshta historia e tij e formimit ishte e pazakontë. Ndoshta ka kaluar nëpër procese fizike të rralla. Por nëse ekzistojnë shumë yje me moshë të ngjashme, nëse HD 120.283 është vetëm shembulli më i njohur i një klase të tërë yjesh problematike, atëherë shpjegimi i veçantë nuk funksionon. Atëherë kemi nevojë për një shpjegim sistematik. Dhe këtu vjen diçka e rëndësishme. 120.283 nuk është i vetmi il me metalicitet shumë të ulët dhe moshë të lartë. Ekzistojnë vjetra yje të tjerë në halon e rrugës së Qumështit me karakteristika të ngjashme. Yje të grupit të njohur si yjet e popullatës 2 ose edhe popullatës 3 teorike. Shumica e tyre kanë mosha të llogaritura brenda kufive të pranueshëm, por disa prej tyre kanë mosha që kur llogariten me metodat standarde, afrohen ose te i kalojnë moshën e universit. Kjo nuk është rasti. Kjo është një model, dhe modelet kërkojnë shpjegime. Një shpjegim i mundshëm, dhe ky është ndoshta shpjegimi më i thjeshtë dhe më elegant, është se modelet tona të evolucionit jor për yjet me metalicitet shumë të ulët janë sistematikisht të gabuara. Ndoshta ne po nënvlerësojmë efikasitetin e proceseve të përzierjes brenda yjeve të vjetër. Ndoshta po mbivlerësojmë sasinë e heliumit primar. Ndoshta ka procese fizike brenda yjeve me metalicitet shumë të ulët që nuk i kemi modeluar sakt. Fizikani Brian Chaboyer nga Dartmouth College dhe kolegët e tij kanë punuar për dekada në përmirësimin e modeleve të evolucionit yjor për yjet e vjetër. Ata kanë treguar se pasiguria e moshës yjore është e madhe, shumë më e madhe se sa shpesh pranohet në diskutimet publike. Dhe ata kanë argumentuar se, duke marrë parasysh të gjitha burimet e pasigurisë, mosha e HD 120.283
mund të jetë kudo, midis 12 dhe 16 miliard vjetësh. 16 miliard vjet. Kjo do të ishte 2 miliardë 200 milion vjet më e vjetër se universi. Nëse kjo vlerë është e saktë, paradoksi nuk zgjidhet me rregullime të vogla. Kërkon fizik krejtësisht të re. Por 12 miliard vjet, kufiri i poshtëm, është plotësisht i pajtueshëm me moshën e universit. Ylli mund të ketë lindur vetëm 1800 milion vjet pas shpërtimit të madh, shumë herët, por jo para fillimit të gjithçkaje. Kjo pasiguri e madhe, 4 miliard vjet midis kufirit të poshtëm dhe atij të sipërm, është njëkohësisht burimi i zhgënjimit dhe burimi i shpresës. Zhgënjim sepse nuk mund të themi me siguri nëse paradoksi ekziston apo jo. Shpresë sepse kjo pasiguri e madhe tregon se ka shumë hapësirë për të mësuar, shumë fizikë hyjore që ende nuk e kuptojnë plotësisht. Dhe pikërisht kjo hapësirë, kjo zonë e pasigurisë dhe e mundësisë, është ajo ku shkenca bën punën e saj më të rëndësishme. Mendoni për çfarë do të thotë të kesh pasiguri prej 4 miliard vjetësh në llogaritjen e moshës së një illi? 4 miliard vjet është koha e plotë e ekzistencës së tokës. Është koha nga formimi i planetit ton deri sot, me të gjithë historinë e jetës, me të gjithë evolucionin, me të gjithë historinë njerëzore. Dhe ne nuk jemi të sigurt nëse illi HD 140.283 është 12 vjet apo 16 miliard vjeç, një diferencë e barabartë me të gjithë historinë e tokës. Kjo pasiguri e madhe nuk është shenjë dështimit shkencor, është shenjë ndershmërisë shkencore. Shkencëtarët e mirë nuk pretendojnë saktësi që nuk e kanë, ata tregojnë pasiguritë e tyre. Dhe kur pasiguria është e madhe, ata punojnë për ta zvogëlluar atë, me instrumente më të mira, me modele më të mira, me të dhëna më të mira. Dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh tani. Teleskopi hapësinor James Webb, i lançuar në dhjetor të vitit 2021 dhe i operuar plotësisht nga viti 2022, ka aftësi të jashtëzakonshme për të studiuar yjet e vjetër. Me pasqyrën e tij prej 6.5 metrash dhe me instrumentet e tij infra të kuqe, Webb mund të shikojë yjet e halos galaktike me precicion shumë herë më të madh se Hubble. Ai mund të matin me saktësi më të madhe metalicitetin e tyre, luminozitetin e tyre, pozicionin e tyre në diagramin e evolucionit. Dhe rezultatet e para nga Webb mbi yjet e vjetër janë interesante. Ato tregojnë se disa yje të vjetër janë edhe më të vjetër se sa mendonim, dhe disa janë pak më të rinj. Ato tregojnë se modelet tona të evolucionit yjor kanë nevojë për rregullime, jo revolucion, por rregullime. Dhe ato tregojnë se pasiguria e moshës yjore mund të zvogëlohet, por jo atë shumë sa të eliminojë plotësisht tensionin me moshën e universit. Kjo është gjendja e debatit sot, jo e zgjidhur, por e ndriçuar, jo e qartë, por e kuptuar më mirë. Jo e mbyllur, por e hapur drejt mundësive të reja. Vendoshta kjo është mënyra e duhur për të parë paradoksin e HD 140.283. Jo si një problem që duhet zgjidhur dhe harruar, por si një dritare. Një dritare e hapur drejt thellësive të universit, drejt kufive të njohurive tona, drejt pyetjeve që ende nuk kemi guxuar t'i bëjmë. Sepse çdo pyetje e madhe shkencore fillon me diçka të vogël dhe të çuditshme. Me një anomali, me një numër që nuk funksionon, me një il që nuk duhet të ekzistojë dhe megjithatë ekziston, duke shkëlqyer me qetësi në qiellin e natës, duke pritur që ne të jemi mjaft të guximshëm për të pyetur pse. Dhe nëse historia e fizikës na ka mësuar diçka, është kjo. Pyetjet e guximshme çojnë në përgjigje të mëdha. Anomalitë e vogla çojnë në revolucione të mëdha. Dhe yjet e çuditshëm, yjet që nuk i kuptojmë, janë shpesh ata që na mësojnë më shumë për universin. HD 140.283 është një nga ata yje, dhe historia e tij nuk ka mbaruar ende. Dhe tani, ndërsa historia e HD 140.283 vazhdon të shpaloset, duhet të bëjmë një hap të rëndësishëm përpara. Duhet të kalojmë nga pyetja se çfarë tregojnë të dhënat, te pyetja shumë më e thellë. Pse 3 teori kaq të ndryshme mund të jenë të gjitha të sakta njëkohësisht, dhe çfarë do të thotë kjo për fizikën moderne? Sepse paradoksi i këtij yli nuk është thjesht një problem matjeje. Ai është një fushbetejë intelektuale,
ku 3 kampe shkencëtarësh me argumente të forta dhe të mbështetura nga të dhëna reale, mbrojnë pozicione krejtësisht të ndryshme. Dhe të kuptosh këtë fush betej, të kuptosh argumentet e secilit kamp, dobësitë e tyre dhe pikat e forta, është të kuptosh se si funksionon shkenca në nivelin e saj më të lartë dhe më të vështirë. Kampi i parë thot, mosha e ilit është e gabuar. Kampi i dytë thot, mosha e universit është e gabuar. Kampi i tretë thot, të dyja janë të sakta dhe kjo do të thotë se fizika jonë themelore ka nevojë për rishikim. Secili kamp ka argumentet e veta, secili kamp ka shkencëtar të shkëlqyer, dhe secili kamp ka të dhëna që e mbështesin. Le të fillojmë me kampin e parë. Në vitin 2022, në laboratorin e astrofizikës teorike të Universitetit të Bolognas, fizikania Adriana Miglio dhe ekipi i saj ndërmorën një projekt ambicioz. Ata vendosen të rishqyrtonin të gjitha supozimet themelore të modeleve të evolucionit yjor për yjet me metalicitet shumë të ulët, yjet si HD 120.283. Ata nuk po kërkonin të provojnë asgjë. Ata po kërkonin të kuptonin nëse modelet ekzistuese ishin vërtet aq të besueshme sa pretendohej. Ky është huku i parë i kësaj pjese të historisë. Eksperimenti i Miglios nuk ishte një vëzhgim i ri i qiellit. Ishte një auditim i brendshëm i fizikës sonë, një ekzaminim i kujdesshëm i supozimeve që kemi bërë për 10 vjet pa i vënë në dyshim. Miglio dhe ekipi i saj u fokusua në një fenomen specifik brenda yjeve të vjetër, difuzionin atomik. Ky është procesi nëpërmjet të cilit atomet e rëndë brenda një illi lëvizin ngadalë drejt bërthamës në ndikimin e gravitetit, ndërsa atomet e lehta lëvizin drejt sipërfaqes. Ky proces ndikon në strukturën e brendshme të illit dhe si pasojë në moshën e llogaritur. Modelet standarde të evolucionit yjor e marrin parasysh difuzionin atomik, por me supozime të caktuara për efikasitetin e tij. Miglio dhe ekipi zbuluan se për yjet me metalicitet shumë të ulët, efikasiteti i difuzionit atomik mund të jetë dukshëm i ndryshëm nga sa supozojnë modelet standarde. Dhe kur ata rregulluan modelet e tyre për të marrë parasysh këtë ndryshim, mosha e llogaritur e yjeve si HD 120.283 me rreth 1500 deri në 2000 milion vjet. 2 miliard vjet. Kjo është diferenca midis paradoksit dhe zgjidhjes. Nëse Miglio ka të drejtë, nëse difuzioni atomik është modeluar gabim për yjet me metalicitet shumë të ulët, atëherë HD 120.283 mund të jetë rreth 9 deri 10 miliard vjeç, jo 11 apo 12. Dhe kjo do ta bënte atë plotësisht të pajtueshëm me moshën e universit, pa asnjë tension. Por ka një problem me këtë shpjegim. Dhe ky problem është i rëndësishëm. Nëse difuzioni atomik është modeluar gabim për yjet me metalicitet shumë të ulët, atëherë të gjitha moshët e llogaritura të yjeve të vjetër janë sistematikisht të gabuara. Kjo do të thotë se grumbujt globular, ato grupe të mëdha yjesh të vjetër që janë ndër objektet më të studiuara në astronomi, janë gjithashtu më të rinj se sa mendojmë. Dhe kjo do të ndikonte në shumë llogaritje të tjera kozmologjike. Shkencëtarët e tjerë kanë shqyrtuar këtë mundësi dhe kanë gjetur se, ndërsa rregullimet e Miglios janë të vlefshme dhe të rëndësishme, ato nuk janë mjaft të mëdha për të zgjidhur plotësisht paradoksin. Ato zvogëllojnë tensionin, por nuk e eliminojnë. Dhe kjo e lë kampin e parë me argumente të forta, por jo vendimtare. Kampi i dytë, ata që argumentojnë se mosha e universit është e gabuar, ka argumentet e veta të fuqishme. Dhe këtu hyjmë në territorin e tensionit Hubble, ndoshta debati më i madh në kozmologjin moderne. Në vitin 2019, teleskopi hapësinor Hubble, i cili ka dhënë kontribute të paqmueshme për astronomin për mbi 30 vjet, kreu një seri matjesh të reja të konstantës Hubble duke përdorur yjet Cepheid dhe supernovat të tipit Ia. Ekipi i drejtuar nga Adam Riess, fituesi i çmimit Nobel për zbulimin e zgjerimit të përshpejtuar të universit, publikoi rezultate që tregonin një vlerë prej 73.4 km/s për megaparsek, me pasiguri prej vetëm 2.2%. Kjo ishte matja më e saktë e konstantës Hubble duke përdorur metodat e drejtpërdrejta deri në atë kohë. Dhe ajo ishte në tension të qartë me vlerën e marrë nga sateliti Planck duke analizuar rrezatimin e sfondit kozmik të mikrovalve, 67.4 km/s për megaparsek.
Diferenca midis 73.4 dhe 67.4 është rreth 9%. Kjo mund të duket e vogël, por në kozmologji, 9% është gjigante. Dhe kjo diferencë, e njohur si tensioni Hubble, ka implikime të drejtpërdrejta për moshën e universit. Nëse vlera e vërtetë e konstantës Hubble është 73.4, atëherë universi po zgjerohet më shpejt se sa tregon modeli standard. Dhe nëse po zgjerohet më shpejt, atëherë ka qenë gjithmonë duke u zgjeruar më shpejt. Dhe kjo do të thotë se ka arritur madhësinë e tij aktuale në kohë më të shkurtër. Universi do të ishte rreth 13.42 miliard vjeç, jo 13.8. 600 milion vjet diferencë. Kjo mund të duket e vogël në shkallën kozmike, por kur kemi një il që pretendohet të jetë 11.44 miliard vjeç, me pasiguri që e çon deri në 13.44, 600 milion vjet shtesë, e bëjmë paradoksin shumë më akut. Por tensioni Hubble ka edhe anën e tij tjetër. Nëse vlera e vërtetë e konstantës Hubble është 67.4, siç tregon sateliti Planck, atëherë universi është 13.8 miliard vjeç. Dhe paradoksi HD 120.283 zbutet ndjeshëm. Ylli mund të ketë lindur 2 miliarde 400 milion vjet pas shpërtimit të madh, shumë herët, por jo para fillimit. Pyetja është, cila matje është e saktë? Dhe kjo pyetje ka quar në një nga debatet më të ashpra në historinë e kozmologjisë moderne. Ries dhe ekipi i tij argumentojnë se matjet e tyre janë të sakta dhe të verifikuara nga shumë metoda të pavarura. Ata kanë kontrolluar dhe rikontrolluar çdo burim të mundshëm gabimi sistematik. Ata kanë përdorur yje cefeid, supernov, yje të kuq gjigant, maser kozmik dhe të gjitha metodat japin rezultate të ngjashme, rreth 72 deri 74 km/s për megaparsek. Ekipi i Planck, nga ana tjetër, argumenton se matjet e tyre të rrezatimit të sfondit kozmik të mikrovalve janë ndër matjet më të sakta që janë bërë ndonjëherë në astronomi. Ata kanë analizuar fluktuacionet e temperaturës në rrezatimin e sfondit me precizion të jashtëzakonshëm dhe modeli standard kozmologjik shpjegon këto fluktuacione me saktësi të mahnitshme, duke dhënë vlerën 67.4. 2 grupe shkencëtarësh, 2 sete të dhënash, 2 vlera të ndryshme dhe asnjë shpjegim i thjeshtë. Kjo është pikërisht ajo që e bën tensionin Hubble kaq të rëndësishëm dhe kaq të shqetësues. Nëse të dyja matjet janë të sakta, nëse nuk ka gabim sistematik në asnjërin grup, atëherë modeli standard kozmologjik është i gabuar. Ka diçka të rëndësishme që nuk e kuptojmë për universin, dhe kjo na çon te kampi i tretë, ndoshta kampi më i guximshëm dhe më i rrezikshëm intelektualisht. Kampi i tretë thotë, të dyja matjet janë të sakta, dhe kjo do të thotë se fizika jonë themelore ka nevojë për rishikim. Ky kamp përfshin fizikanë teorik që kanë propozuar modifikime të modelit standard kozmologjik, modifikime që mund të shpjegojnë njëkohësisht tensionin Hubble dhe paradoksin e HD 120.283. Dhe propozimet e tyre janë, të themi të paktën, të guximshme. Një nga propozimet më interesante vjen nga fizikania Vivian Poulin dhe kolegët e saj, të cilët kanë propozuar ekzistencën e energjisë së errët të hershme. Ky është një komponent hipotetik i energjisë që do të kishte qenë i rëndësishëm vetëm në epokat e hershme të universit, para rekombinimit kur elektroni dhe protoni u bashkuan për të formuar atomin e parë të hidrogjenit. Kjo energji e errët e hershme do të kishte ndikuar në shpejtësinë e zgjerimit të universit të hershëm, duke ndryshuar llogaritjen e moshës së tij. Nëse energjia e errët e hershme ekziston, ajo mund të shpjegojë pse matjet e drejtpërdrejta të konstantës Hubble japin vlera më të larta se matjet e bazuara në rrezatimin e sfondit kozmik. Dhe ajo mund të bëjë universin pak më të vjetër se sa llogarisim aktualisht, duke lehtësuar paradoksin e HD 120.283. Por energjia e errët e hershme ka problemet e veta. Ajo shpjegon tensionin Hubble, por krijon tensione të reja në parametra të tjerë kozmologjik. Ajo zgjidh një problem duke krijuar të tjerë. Dhe kjo është shenjë se ndoshta nuk është zgjidhja e plotë, ndoshta është vetëm një pjesë e një tabloje shumë më komplekse. Propozimet të tjera përfshin modifikime të teorisë së gravitetit, variante të relativitetit të përgjithshëm që sjellin ndryshime të vogla në shkallë kozmike.
Disa fizikanë kanë propozuar se konstantja kozmologjike, e njohur si lambda, e cila përfaqëson energjinë e errët, nuk është vërtet konstante, por ndryshon ngadalë me kohën. Të tjerë kanë propozuar se materia e errët ka veti të ndryshme nga ato që supozojmë, se ajo ndërvepron me veten e saj ose me materian e zakonshme në mënyra të vogla por të rëndësishme. Secili nga këto propozime ka implikime të drejtpërdrejta për moshën e universit. Dhe secili prej tyre, nëse do të vërtetoj, do të ndryshonte llogaritjen e moshës së universit, ndoshta duke e bërë atë mjaftueshëm të vjetër për të akomoduar HD 120.283. Por këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të bëjmë dalimin midis propozimeve teorike dhe provave empirike. Shumë nga këto propozime janë elegante matematikisht. Shumë prej tyre janë të pajtueshme me të dhënat ekzistuese. Por asnjë prej tyre nuk ka ende mbështetje empirike të mjaftueshme për të zëvendësuar modelin standard kozmologjik. Shkenca nuk funksionon me elegancë matematike. Funksionon me prova. Dhe provat për modifikimet e modelit standard janë ende të pamjaftueshme. Ky është gjendja e debatit. 3 kampe, 3 shpjegime, asnjë fitues i qartë. Dhe kjo situatë, kjo mungesë e qartësisë, është njëkohësisht frustruese dhe emocionuese. Frustruese sepse dëshirojmë përgjigje, emocionuese sepse mungesa e përgjigjes do të thotë se ka ende diçka të rëndësishme për të zbuluar. Por le të bëjmë diçka tjetër tani. Le të largohemi për një moment nga debati teorik dhe të kthehemi te të dhënat, te provat konkrete, empirike, që kemi mbledhur me instrumente reale, duke vëzhguar qiellin real. Sepse në fund të fundit, shkenca nuk zgjidhet me argumente, zgjidhet me të dhëna. Dhe këtu hyjmë në territorin e teknologjisë, të instrumenteve të reja që po ndryshojnë aftësinë tonë për të vëzhguar universin me precicion të paprecedent. Teleskopi hapësinor James Webb, i lancuar në dhjetor të vitit 2021, është ndoshta instrumenti shkencor më i fuqishëm që ka ndërtuar njeriu. Në pasqyrën e tij prej 6.5 metrazh, shumë herë më të madhe se pasqyra e Hubble prej 2.4 metrazh, dhe me instrumentet e tij të avancuara infra të kuqe, Webb mund të shikojë universin me detaje të pabesueshme. Por ajo që e bën Webb vërtet revolucionar, për paradoksin e HD 120.283, nuk është vetëm madhësia e pasqyrës. Është aftësia e tij për të matur me saktësi të jashtëzakonshme parametrat e yjeve të vjetër, metalicitetin, luminozitetin, temperaturën, pozicionin në diagramin e evolucionit. Në vitin 2023, ekipi i drejtuar nga Karin Babuzio, nga Observatori i Parisit, publikoi rezultate nga Webb mbi grumbujt globular, ato grupe të mëdha yjesh të vjetër që janë ndër objektet më të studiuara në astronomi. Rezultatet ishin të mahnitshme. Webb zbuloi se disa grumbuj globular kanë struktura të brendshme shumë më komplekse se sa mendonim. Ata nuk janë grupe homogjene yjesh të njëjtit brez. Ata kanë populata të shumta yjore, me mosha dhe metalicitete të ndryshme, të formuara në valë të ndryshme formimi yjor. Kjo kompleksitet e brendshme ndikon drejt për drejt në llogaritjen e moshës së grumbullit dhe, si pasojë, në llogaritjen e moshave të yjeve individuale brenda tij. Ky zbulim, i mundsuar nga aftësia e Webb për të zgjidhur yjet individual brenda grumbujve globular me precizion të paprecedent, ka implikime të rëndësishme për paradoksin e HD 120.283. Nëse grumbujt globular janë më komplekse se sa mendonim, atëherë metodat tona standarde të llogaritjes së moshave yjore mund të jenë sistematikisht të gabuara, jo sepse fizika është e gabuar, por sepse po aplikojmë modele të thjeshtuara në sisteme komplekse. Por Webb ka dhënë edhe të dhëna të tjera, të dhëna që kanë ndikuar drejt për drejt në debatin mbi moshën e universit. Në vitin 2023, Webb vëzhgoi galaktika shumë të largëta, galaktika që ekzistonin vetëm disa qindra milion vjet pas shpërtimit të madh. Dhe ajo që zbuloi ishte e papritur. Këto galaktika ishin shumë më të mëdha, shumë më të pjekura dhe shumë më të strukturuara se sa parashikonte modeli standard kozmologjik. Galaktikat e hershme të universit duhet të jenë të vogla, të çrregullta, të papjekura. Kjo është ajo që parashikon modeli standard. Por Webb zbuloi galaktika masive, me struktura të qarta spirale ose eliptike, që ekzistonin vetëm 600 deri 800 milion vjet pas shpërtimit të madh. Galaktika që duhet të kishin nevojë për miliarda vjet për t'u formuar, por që ekzistonin shumë herët.
Kjo anomali, e njohur tashmë si problemi I galaktikave të hershme masive, është e lidhur drejt për drejt me paradoksin e HD 120.283. Të dyja anomalit tregojnë të njëjtën gjë. Universi I hershëm ishte shumë më aktiv, shumë më produktiv, shumë më I strukturuar se sa parashikojnë modelet tona. Nëse galaktikat mund të formohen shumë shpejt se sa mendojmë, atëherë ndoshta edhe yjet mund të formohen shumë shpejt. Ndoshta proceset e formimit yjor në universin e hershëm ishin shumë më efikase se sa supozojmë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë yjet si HD 120.283 mund të jenë formuar shumë herët, por jo domosdoshmërisht para universit. Por ky shpjegim ka edhe ai problemet e veta, sepse nëse formimi yjor ishte shumë efikas në universin e hershëm, atëherë duhet të shohim gjurmë të kësaj efikasiteti në të dhëna të tjera, në shpërndarjen e metalicitetit të yjeve të vjetër, në historinë e formimit të galaktikave, në strukturën e madhe të universit. Dhe disa nga këto gjurmë janë të vështira për të pajtuar me modelin standard. Kjo është kompleksiteti I vërtet I paradoksit të HD 120.283. Ai nuk është I izoluar. Ai është I lidhur me një rrjet anomalish dhe tensionesh që përshkojnë të gjithë kozmologjinë moderne. Tensioni Hubble. Galaktikat e hershme masive. Yjet me moshë problematike. Të gjitha këto anomali tregojnë në të njëjtin drejtim. Ka diçka në modelin ton standard kozmologjik që nuk është plotësisht e saktë. Por çfarë saktësisht? Kjo është pyetja. Dhe për të ju afruar kësaj pyetjeje, duhet të kuptojmë se si funksionon shkenca kur përballet me anomali të shumta njëkohësisht. Sepse historia e fizikës na tregon se kur anomalit fillojnë të grumbullohen, kur ka shumë gjëra që nuk funksionojnë saktësisht siç duhet, kjo shpesh është shenjë se jemi afër një revolucioni. Mendoni për situatën e fizikës në fund të shekullit të 19. Mekanika klasike e Newtonit funksiononte me saktësi të mahniqme për shumicën e fenomeneve, por kishte anomali. Orbita e Merkurit, rrezatimi I trupit të zi, efekti fotoelektrik, eksperimenti I Michelson-Morleyt. Secila anomali e marrëveçmas mund të shpjegohej me rregullime ad hoc, por të gjitha bashk ato tregonin se kishte diçka thelbësisht të gabuar me fizikën klasike. Dhe pastaj erdhi revolucioni. Relativiteti I veçantë dhe I përgjithshëm I Einsteinit, mekanika kuantike e Planckut dhe Bohrit dhe Heisenbergut dhe Schrödingerit. Dy revolucione njëkohësisht që ndryshuan plotësisht kuptimin ton të realitetit fizik. A jemi sot në një situatë të ngjashme? A janë tensioni Hubble, galaktikat e hershme masive dhe paradoksi I HD 120.283, anomalitë e shekullit 21, ato që do të çojnë në revolucionin e radhës? Ndoshta. Por duhet të jemi të kujdesshëm me analogjit historike. Historia nuk përsëritet gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Dhe shkenca nuk ka nevojë gjithmonë për revolucion. Ndonjëherë rregullimet e vogla janë mjaftueshëm. Por le të shqyrtojmë mundësinë e revolucionit. Le të pyesim, nëse modeli standard kozmologjik është I gabuar në mënyrë fundamentale, çfarë mund ta zvendësojë atë? Këtu hyjmë në territorin e spekulimit të informuar, të teorive që janë matematikisht të qëndrueshme dhe fizikisht të motivuara, por që ende nuk kanë mbështetje empirike të mjaftueshme. Një nga teoritë më interesante është ajo e gravitetit të modifikuar, MOND, ose dinamika newtoniane e modifikuar dhe variantet e saj relativiste. Kjo teori e propozuar fillimisht nga Mordechai Milgrom në vitin 1983, sugjeron se ligji I gravitetit të Newtonit ndryshon në regjime të akselerimit shumë të ulët, pikërisht ato regjime që dominojnë në shkallë galaktike dhe kozmike. MOND shpjegon me sukses shumë fenomene galaktike pa nevojën për materje të errët. Por ka vështirësi me fenomenet kozmologjike, me strukturën e madhe të universit dhe me rrezatimin e sfondit kozmik të mikrovalve. Variantet e tij relativiste, si TVS dhe teoritë e fushës tensore vektore skalare, janë matematikisht komplekse dhe kanë problemet e veta. Një teori tjetër interesante është ajo e universit ciklik, ideja se universi ynë nuk ka filluar me shpërtimin e madh, por është faza e fundit e një cikli të gjatë zgjerimi dhe të kurjeje. Në këtë skenar, universi ynë mund të jetë shumë më I vjetër se 13.8 miliard vjet. Ai mund të ketë kaluar në për shumë cikle, secili me miliarda vjet. Dhe jetë si HD
120.283 mund të jenë reliktet e cikleve të mëparshme. Ijet e formuar në universin e mëparshëm, të mbijetuar në për tranzicionin ciklik. Kjo teori e zhvilluar nga fizikanët Paul Steinhardt dhe Neil Turok është matematikisht elegante dhe shpjegon disa anomali kozmologjike. Por ka vështirësi serioze. Si mund të mbijetoj informacioni fizik në për tranzicionin ciklik? Si mund të mbijetoj një yll në për një ngjarje kaq katastrofike si të kurje e universit? Dhe pastaj ka teorinë ndoshta më radikale, multivers. Ideja se universi ynë është vetëm një nga shumë universe paralele, secili me parametra fizik të ndryshëm. Në disa nga këto universe, konstantja Hubble mund të jetë ndryshme, mosha e universit mund të jetë ndryshme. Veijet si HD 120.283 mund të jenë të zakonshëm, jo anomali, por norma. Por multiverse ka një problem fundamental. Ai nuk është i testueshëm. Nëse universit e tjera ekzistojnë, por nuk mund të ndërveprojnë me tonin, si mund t'i vëzhgojmë? Si mund t'i provojmë? Dhe nëse nuk mund t'i provojmë, a janë ato shkencë apo filozofi? Kjo pyetje, kufiri midis shkencës dhe filozofisë, është ndoshta pyetja më e rëndësishme që ngre paradoksi i HD 120.283. Sepse kur shkenca arrin kufit e testueshmërisë, ajo duhet të vendosë. A vazhdon drejt spekulimit të patestuar, apo kthehet te të dhënat dhe pret instrumente më të mira? Dhe kjo vendim, ky zgjedhje midis spekulimit dhe durimit, është ajo që ndan fizikanët teorik nga kozmologët vëzhgues. Teoricienët duan të ndërtojnë modele të reja, të eksplorojnë mundësi të reja, të shtyjnë kufit e mendimit. Vëzhguesit duan të mbledhin të dhëna, të testojnë parashikimet, të verifikojnë ose falsifikojnë teoritë. Dhe paradoksi HD 120.283 ka nevojë për të dyja. Ka nevojë për teoricien që propozojnë shpjegime të reja dhe ka nevojë për vëzhgues që testojnë këto shpjegime me të dhëna reale. Tani, ne të kthehemi te të dhënat konkrete, te ajo që dim me siguri dhe ajo që nuk dim. Dim me siguri se HD 120.283 ekziston. Dim se metaliciteti i tij është shumë i ulët, rreth 250 herë më i ulët se ai i diellit. Dim se ai është një ëdhnë gjigant, duke lëvizur jashtë sekuencës kryesore. Dim se distanca e tij nga toka është rreth 290 vjet dritë. Dim se lëviz me shpejtësi të lartë nëpër halon e rrugës së Qumështit, me shpejtësi rreth 350 km/s relative ndaj diellit. Nuk dim me siguri moshën e tij. Matjet e ndryshme japin vlera të ndryshme, nga 10 deri 16 miliard vjet. Vlera më e cituar, 11.44 miliard vjet, me pasiguri prej plus minus 2 miliard vjet, është rezultati studimit të vitit 2013 nga Howard Bond dhe ekipi i saj, duke përdorur paralaksin e matur nga teleskopi hapësinor Hubble. Nuk dim me siguri vlerën e vërtet të konstantës Hubble. Tensioni midis 67.4 dhe 73.4 mbetet i pasgjidhur, dhe kjo pasiguri ndikon drejt për drejt në llogaritjen e moshës së universit. Nuk dim me siguri nëse modeli standard kozmologjik është i plot. Anomalitë e galaktikave të hershme masive, tensioni Hubble dhe paradoksi i HD 120.283 sugjerojnë se ndoshta jo. Por ajo që dim, dhe kjo është e rëndësishme, është se kemi instrumente të reja dhe të fuqishme që po mbledhin të dhëna me precizion të paprecedent. Webb po vëzhgon galaktikat e hershme. Misioni Gaia i Agjencisë Hapësinore Europiane po mat paralakset e miliona yjeve me saktësi të jashtëzakonshme. Teleskopi Vera Rubin Observatory, i cili pritet të fillojë operacionet e plota në vitin 2025, do të katalogojë miliarda galaktika dhe do të mbledh të dhëna mbi supernovat me frekuencë të paprecedent. Dhe pikërisht këtu, hymë në territorin e teknologjisë si zgjidhëse e paradokseve. Misioni Gaia i Agjencisë Hapësinore Europiane, i lançuar në dhjetor të vitit 2013 dhe ende aktiv, ka matur pozicionet dhe lëvizjet e mbi 2 miliard yjeve me saktësi të jashtëzakonshme. Ai ka matur paralaksinë HD 120.283 me saktësi shumë herë më të madhe se Hubble,
duke dhënë një distancë prej 289.3 vjet dritë me pasiguri prej vetëm 0.3 vjet dritë. Kjo matje e saktë e distancës është kritike, sepse mosha e llogaritur e illit varet nga luminoziteti i tij absolut. Sa dritë prodhon vërtet, jo sa dritë shohim nga toka. Dhe luminoziteti absolut llogaritet duke kombinuar shkëlqimin e vëzhguar me distancën. Nëse distanca është e gabuar, luminoziteti absolut është i gabuar dhe mosha e llogaritur është e gabuar. Me matjen e Gaias, astronomët mund të llogarisin luminozitetin absolut të HD 140.283 me saktësi shumë më të madhe se kur. Dhe kjo ka çuar në rishikime të moshës së llogaritur. Rishikime që, sipas disa studimeve, e ulin moshën e illit me disa qindra milion vjet. Por edhe me matjet e Gaias, pasiguria mbetet e konsiderueshme, sepse pasiguria kryesore nuk vjen nga matja e distancës. Ajo vjen nga modelet e evolucionit jor. Dhe modelet e evolucionit jor varen nga parametra fizik, si efikasiteti i difuzionit atomik, sasia e heliumit primar, efikasiteti i konveksionit, që nuk mund të maten drejt për drejt, por duhet të modelohen. Dhe kjo është kufiri i vërtet i njohurive tona. Jo instrumentet, por modelet. Jo aftësia jon për të vëzhguar, por aftësia jon për të interpretuar atë që vëzhgojmë. Kjo dallim midis vëzhgjimit dhe interpretimit është ndoshta mësimi më i rëndësishëm që na jep paradoksi i HD 140.283. Sepse ne shpesh mendojmë se shkenca është thjesht mbledhja e të dhënave, se nëse kemi instrumente të mjaftueshme, të mira, do të gjejmë përgjigjet. Por kjo nuk është e vërtet. Të dhënat janë të pakuptimshme pa modele, dhe modelet janë gjithmonë të pasakta. Ato janë thjeshtëzime të realitetit, jo realiteti vetë. Fizikani britanik George Box ka thënë dikur: "Të gjitha modelet janë të gabuara, por disa janë të dobishme." Kjo është ndoshta mençuria më e thellë e shkencës moderne. Modelet tona të evolucionit yjor janë të gabuara. Ato janë thjeshtëzime të proceseve fizike jashtëzakonisht komplekse, por ato janë të dobishme. Ato na lejojnë të llogarisim moshën e yjeve me saktësi të konsiderueshme, edhe nëse jo me saktësi absolute. Dhe paradoksi i HD 140.283 na kujton se duhet të jemi gjithmonë të vetëdijshëm për kufitë e modeleve tona. Duhet të jemi gjithmonë të gatshëm të rishikojmë supozimet tona. Duhet të jemi gjithmonë të hapur ndaj mundësisë se ajo që mendojmë se dim mund të jetë e gabuar. Por kjo gatishmëri për të rishikuar, kjo hapje ndaj mundësisë së gabimit, nuk duhet të çojë në nihilizëm shkencor. Nuk duhet të çojë në përfundimin se nuk mund të dim asgjë, se të gjitha teoritë janë njësoj të vlefshme, se shkenca nuk ka autoritet epistemik. Sepse shkenca ka autoritet epistemik. Ajo ka autoritet sepse funksionon, sepse parashikimet e saj verifikohen, sepse teknologjia e bazuar mbi të funksionon, sepse ajo na ka çuar nga ignoranca primitive te kuptimi i strukturës atomike, te zbulimi i ADN-s, te lancimi i teleskopëve hapësinor. Paradoksi HD 140.283 nuk vë në dyshim autoritetin e shkencës. Ai vë në dyshim plotësinë e modeleve tona aktuale. Dhe kjo është diçka krejtësisht e ndryshme. Shkenca nuk pretendon të jetë plot. Ajo pretendon të jetë sakt brenda kufive të njohurive aktuale dhe të jetë gatshme të rishikohet kur të dhënat e reja e kërkojnë. Dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh me paradoksin e HD 140.283. Shkenca po rishikohet, po rregullohet, po thellohet. Dhe ndoshta, në fund të kësaj rishikimi, pas viteve ose dekadave të punës me instrumente të reja dhe modele të reja, do të kemi një kuptim shumë më të thellë të universit. Një kuptim që shpjegon jo vetëm HD 140.283, por edhe galaktikat e hershme masive, tensionin Hubble dhe të gjitha anomalitë e tjera që po grumbullohen në kufitë e kozmologjisë moderne. Ose ndoshta do të zbulojmë diçka krejtësisht të papritur, diçka që nuk e kemi imagjinuar ende, diçka që do të ndryshojë jo vetëm kozmologjinë, por kuptimin ton të hapësirës, kohës dhe natyrës së realitetit. Sepse kjo është natyra e shkencës, ajo nuk mbaron kurrë. Çdo përgjigje hap pyetje të reja, çdo zbulim zbulon mistere të reja.
Dhe çdo il I çuditshëm, çdo anomali e vogël në qiellin e natës mund të jetë porta drejt kuptimit të ri. HD 141 e 283 është një nga ato porta dhe ne sapo kemi filluar të hapim. Tani, ndërsa qëndrojmë në pragun e kësaj porte, ndërsa shikojmë drejt thellësive të universit dhe drejt thellësive të pasigurisë son, duhet të bëjmë pyetjen e fundit të kësaj pjese të historisë. Çfarë do të thotë të jetosh me paradoksin? Çfarë do të thotë të jesh shkencëtar ose thjesht qenie njerëzore kurioz dhe të dish se ka pyetje themelore për universin që nuk kanë ende përgjigje? Çfarë do të thotë të pranosh se bazat e njohurive tona mund të jenë jo aq të forta sa mendonim? Disa njerëz e gjejnë këtë të shqetësues. Ata duan siguri, duan përgjigje të qarta dhe të definitive. Duan të dinë se universi ka moshën X dhe ili ka moshën Y dhe gjithçka është në rregull. Por shkencëtarët e mirë gjejnë pasigurinë emocionuese. Ata e shohin si mundësi, si hapësirë ku mund të bëhen zbulime të reja, ku mund të mësohen gjëra të reja, ku mund të rritet kuptimi. Dhe ndoshta kjo është mënyra e duhur për të parë paradoksin e ash. D14283, jo si problem që duhet zgjidhur sa më shpejt, të jetë e mundur, por si ftesë për të menduar më thellë, për të pyetur më guximshëm, për të eksploruar më gjerë. Sepse universi nuk na detyrohet të jetë I thjeshtë. Nuk na detyrohet të jetë I kuptueshëm. Nuk na detyrohet të përshtatet me modelet tona elegante dhe të bukura. Por ai na ofron diçka shumë më të vlefshme. Të dhëna, vëzhgime, fenomene reale që mund t'i studiojmë, t'i matim, t'i kuptojmë, ngadalë, me kujdes, me ndershmëri. Dhe HD 14283, ky ill I vogël, I largët, I vjetër, I çuditshëm, është një nga ato fenomene. Ai është aty, duke shkëlqyer me qetësinë në qiellin e natës, duke pritur që ne t'jemi mjaft të guximshëm, mjaft të durueshëm, mjaft të ndershëm për të kuptuar atë që na tregon. Dhe ajo që na tregon, ajo mezazh I koduar në dritën e tij të lashtë, në metalicitetin e tij të ulët, në pozicionin e tij në diagramin e evolucionit, është kjo. Universi është shumë më I pasur, shumë më kompleks, shumë më I mrekullueshëm se sa çdo model që kemi ndërtuar ndonjëherë. Dhe kjo ndoshta është përgjigjja e vërtetë e paradoksit. Dhe megjithatë, kjo përgjigje nuk na mjafton. Nuk na mjafton të themi se universi është I mrekullueshëm dhe të vazhdojmë me jetën tonë. Nuk na mjafton të pranojmë pasigurinë dhe të ulim supet. Sepse paradoksi HD 14283 nuk është vetëm një pyetje poetike mbi madhështinë e kozmosit. Ai është një pyetje shkencore konkrete, me implikacione konkrete që kërkon përgjigje konkrete. Dhe për të gjetur ato përgjigje, duhet të bëjmë diçka që shkenca e bën rrallë në publik. Duhet të ulemi dhe të shikojmë drejt për drejt në fytyr atë që të dhënat na tregojnë. Edhe kur ato të dhëna janë të pakëndshme, edhe kur ato kundërshtojnë intuitën tonë, edhe kur ato na detyrojnë të rishikojmë gjëra që I konsideronim të sigurta. Kjo është kulmimi I historisë son. Ky është momenti kur duhet të shikojmë të dhënat drejt për drejt, jo nëpërmjet filtrit të shpresës ose të frikës, por me sytë e hapur të shkencës. Dhe to vënat janë të qarta, ato janë të pakëndshme, dhe ato na detyrojnë të rishikojmë gjithçka. Fillojmë me faktin bazë. 2 sisteme matjeje të pavarura, të ndërtuara mbi fizikë të ndryshme, duke përdorur instrumente të ndryshme, duke studiuar fenomene të ndryshme, japin rezultate që nuk pajtohen. Kjo nuk është rastësi. Kjo nuk është gabim I vogël. Kjo është sinjal. Dhe shkenca e mirë nuk injoron sinjalet. E kuptoj saktësisht çfarë po mendoni tani. Ndoshta po mendoni, por shkencëtarët kanë thënë se paradoksi u zgjidh. Studimi I vitit 2013 nga Howard Bond tregoi se mosha e illit është 11.44 miliard vjet, brenda kufive të pasigurisë e pajtueshme me moshën e universit. Pra çfarë problemi ka? Pse vazhdojmë të flasim për paradoks nëse ai u zgjidh? Kjo është pyetja e drejtë dhe meriton një përgjigje të drejtë. Paradoksi nuk u zgjidh, ai u zbut dhe ka një ndryshim të madh midis zgjidhjes dhe zbutjes. Kur themi se mosha e illit është 11.44 miliard vjet me pasiguri prej plus minus 2 miliard vjet, ne po themi diçka shumë specifike.
Vlera e vërtet mund të jetë kudo midis 9.44 dhe 13.44 miliard vjetësh. Kufiri i poshtëm, 9.44 miliard vjet, është plotësisht i rehatshëm. Kufiri i sipërm, 13.44 miliard vjet, te i kalon moshën e universit sipas matjeve të satelitit Planck. Pra paradoksin nuk u zgjidh. Ai u fshe brenda pasigurisë statistikore. Dhe kjo është diçka krejtësisht e ndryshme. Por ka edhe diçka tjetër. Diçka që shpesh harrohet në diskutimet publike mbi këtë temë. Studimi i vitit 2013 u bazua në matjet e paralaksit në teleskopi hapësinor Hubble, që atëherë misioni Gaia i Agjencisë Hapësinore Europiane ka matur paralaksinë HD 140.283 me saktësi shumë herë më të madhe. Dhe matjet e Gaias kanë dhënë një distancë pak të ndryshme, 289.3 vjet dritë, me pasiguri prej vetëm 0.3 vjet dritë. Që ndryshime vogël në distancë ndikon në llogaritjen e luminozitetit absolut të illit, dhe luminoziteti absolut ndikon në llogaritjen e moshës. Disa studime të bazuara në të dhënat e Gaias kanë dhënë mosha pak më të ulta për HD 140.283, rreth 12 miliard vjet, me pasiguri të ngjashme. Që do të ishte lajm i mirë, do të thotë se illi është pak më i ri se sa mendonim. Por edhe 12 miliard vjet me pasiguri prej 2 miliard vjetësh e lë kufirin e sipërm në 14 miliard vjet. Dhe 14 miliard vjet te i kalon moshën e universit sipas matjeve të Planckut prej 13.8 miliard vjetësh. Pra paradoksi mbetet, i zbutur por i pranishëm, i fshehur brenda pasigurisë por i gjallë. Dhe tani vjen tensioni Hubble dhe gjithçka bëhet edhe më komplekse. Imagjinoni për një moment se jeni një arkitekt, keni ndërtuar një ndërtesë të bukur, elegante, funksionale, e bazuar mbi llogaritje të sakta. Dhe pastaj dikush vjen dhe ju tregon se dy matje të ndryshme të gjatësisë së një tull bazë japin rezultate të ndryshme. Diferenca është e vogël, vetëm disa milimetra, por kur shumëzoni atë diferencë nëpër të gjithë ndërtesën, nëpër qindra metra dhe mijëra tulla, diferenca bëhet e madhe. Dhe ndërtesa juaj elegante mund të ketë probleme strukturore që nuk i kishit parashikuar. Kjo është situata e kozmologjisë moderne. Tensioni Hubble, diferenca midis 67.4 dhe 73.4 km në sekond për megaparsek duket e vogël. Por kur e aplikoni atë diferencë nëpër 13.8 miliard vjet të historisë kozmike, implikacionet janë gjigante. Nëse vlera e vërtetë e konstantës Hubble është rreth 73, siç tregojnë matjet e drejtpërdrejta duke përdorur yjet Cefeit dhe supernovat, atëherë universi po zgjerohet më shpejt se sa parashikon modeli standard. Dhe nëse po zgjerohet më shpejt, atëherë ai është pak më i ri se sa llogarisim. Sipas disa llogaritjeve, nëse konstantja Hubble është 73, mosha e universit bie në rreth 13.42 miliard vjet. 600 milion vjet më pak se vlerësimi standard. 600 milion vjet. Kjo duket si shumë, por në kontekstin e paradoksit ton, ajo e bën situatën shumë më të vështirë. Sepse nëse universi është 13.42 miliard vjeç dhe illi HD 140.283 është 12 miliard vjeç me pasiguri prej 2 miliard vjetësh, atëherë kufiri i sipërm i moshës ujore, 14 miliard vjet, te i kalon moshën e universit me pothuajse 800 milion vjet. 800 milion vjet. Kjo nuk është pasiguri statistikore. Kjo është problem real. Dhe kjo është arsyeja pse shkencëtarët nuk mund ta injorojnë paradoksin e HD 140.283, sepse ai nuk qëndron i izoluar. Ai është i lidhur me tensionin Hubble, me anomalitë e galaktikave të hershme masive, me pyetjet mbi natyrën e energjisë së errët. Ai është pjesë e një tabloje më të madhe, një tabloje që tregon se modeli në standard kozmologjik mund të ketë probleme strukturore. Tani le të bëjmë diçka që rrallë bëhet në diskutimet publike mbi kozmologjinë. Le të sjellim kohën kozmike në shkallë njerëzore. Le ta shohim historinë e universit jo si numra abstrakte, por si diçka që mund ta ndjejmë. Imagjinoni se e gjithë historia e universit, nga shpërtimi i madh deri sot, është e ngjeshur në një vit të vetëm kalendarik. Një vit kozmik,
ku çdo sekond reale korespondon me rreth 437 vjet të historisë kozmike. Shpërthimi i madh ndodh në mesnatën e parë të janarit, sekonda 0, momenti i fillimit të gjithçkaje. 3 minutat e para, ato 3 minuta kur u formuan hidrogjeni, heliumi dhe litiumi primar, zgjatin vetëm rreth 6 sekonda në shkallën tonë. 6 sekonda. Dhe gjatë atyre 6 sekondave u krijua pothuajse e gjithë materia e zakonshme e universit. Yjet e parë, gjigantet e hershëm të popullatës 3, të ndërtuar tërësisht nga hidrogjeni dhe heliumi primar, fillojnë të ndizen rreth 2 minutat e janarit. Ata jetojnë vetëm disa sekonda në shkallën tonë, disa milion vjet në kohën reale, dhe pastaj shpërten si supernov duke shpërndar elementet e parë të rëndë në përhapësirë. HD 140.283, ylli i çuditshëm, ylli Metuzalem, formohet rreth 5 minutat e janarit. 5 minuta pas mesnatës. Universi është ende shumë i ri, shumë i nxehtë, shumë i turbullt. Galaktikat janë ende duke u formuar. Rruga e Qumështit nuk ekziston ende në formën e saj të sotme. Por ky ill i vogël, i varfër në metale ndizet dhe fillon udhëtimin e tij të gjatë nëpër kohë. Dielli ynë, illi ynë i dashur, burimi i gjithë jetës në tokë, formohet rreth shtatorit të mesëm. Shtatori. Universi ka kaluar 9 muaj të vitit kozmik para se dielli ynë të ekzistojë. Toka formohet pak pas diellit, rreth shtatorit të vonë. Jeta e parë në tokë, bakteret e thjeshta, mikrobet primitive, shfaqet rreth tetorit të hershëm. Dinosaurët shfaqen dhe zhduken brenda 2 javëve të fundit të dhjetorit. Homo sapiens, njeriu modern, shfaqet rreth 5 minutave para mesnatës së dhjetorit të 31-rit. E gjithë historia e qytetërimit njerëzor, nga piramida e parë deri te teleskopi hapësinor James Webb, ndodh brenda 10 sekondave të fundit të vitit kozmik. 10 sekonda. Dhe HD 140.283 ka qenë aty që nga 5 minutat e janarit, duke shkëlqyer me qetësi, duke djegur hidrogjenin e tij ngadalë, duke pritur. Ai ka parë formimin e diellit ton, ai ka parë formimin e tokës, ai ka parë shfaqjen e jetës, evolucionin e dinosaurëve, ngritjen e qytetërimeve njerëzore. Dhe ai do të vazhdojë të shkëlqejë edhe pasi dielli të ketë vdekur dhe toka të ketë u gëlltitur nga gjiganti i kuq. Kjo ngjeshje e kohës, kjo reduktim i 13.8 miliard vjetësh në një vit kalendarik, na tregon diçka thelbësore. Ne jemi të rinj, jashtëzakonisht të rinj. Dhe HD 140.283 është jashtëzakonisht i vjetër. Aq i vjetër sa sfida çdo intuit njerëzore mbi kohën dhe ekzistencën. Por kjo ngjeshje na tregon edhe diçka tjetër. Nëse illi formohet në 5 minutat e janarit dhe universi fillon në mesnatën e janarit, atëherë diferenca midis tyre, diferenca e paradoksit, është vetëm 5 minuta. 5 minuta nga fillimi i gjithçkaje. Dhe ne po debatojmë nëse ato 5 minuta janë reale apo iluzore. 5 minuta kozmike, rreth 2 miliard vjet reale. Dhe kjo diferencë e vogël, kjo pasiguri e vogël, ka tronditur themelet e kozmologjisë moderne. Por tani duhet të bëjmë diçka të rëndësishme. Duhet të shikojmë drejt për drejt në fytyr pyetjen që shumë njerëz e kanë, por pak e shprehin hapur. A mund të jetë gjithë kjo thjesht gabim? A mund të jetë se shkencëtarët janë thjesht duke bërë llogaritje të gabuara dhe nuk ka asnjë paradoks real? Kjo është pyetja e skepsisit të ndershëm dhe meriton një përgjigje të ndershme. Po, mund të jetë gabim. Dhe kjo mundësi e gabimit është pikërisht ajo që e bën shkencën të ndryshme nga besimi i verbër. Por le të shikojmë se çfarë lloj gabimi do të duhej të ishte. Nëse paradoksi HD 140.283 është thjesht gabim matjeje, atëherë duhet të ketë gabim sistematik në të paktën njërin nga 2 sistemet e matjes, ose në fizikën nijore, ose në kozmologjinë. Dhe ky gabim sistematik duhet të jetë i madh, jo disa përqind, por 10%. Mendoni çfarë do të thotë kjo? Fizika ijore, teoria e evolucionit të yjeve, është testuar dhe verifikuar nëpërmjet mijëra yjeve të ndryshëm, nëpërmjet grumbujve ijor me mosha të ndryshme, nëpërmjet vëzhgjimeve spektroskopike të detajuara.
Ajo parashikon me saktësi të jashtëzakonshme shumë fenomene, nga pulsaret deri te supernovat, nga nëngjigantët deri te xhuzhat e bardhë. Nëse ajo ka gabim sistematik prej 10% në llogaritjen e moshave ijore, atëherë shumë nga parashikimet e tjera të saj duhet gjithashtu të jenë të gabuara. Por ato nuk janë. Ato verifikohen vazhdimisht. Kozmologjia standarde, modeli Lambda CDM, është gjithashtu testuar dhe verifikuar nëpërmjet 10 vëzhgjimeve të pavarura. Rrezatimi i sfondit kozmik të mikrovalve, shpërndarja e galaktikave, abundanca e elementeve të lehtë, të gjitha këto janë të pajtueshme me modelin. Nëse mosha e universit është e gabuar me 10%, atëherë shumë nga parashikimet e tjera të modelit duhet gjithashtu të jenë të gabuara. Por ato nuk janë. Pra gabimi, nëse ekziston, nuk mund të jetë i madh dhe i thjeshtë. Ai duhet të jetë i vogël dhe i sofistikuar. Duhet të jetë i fshehur brenda supozimeve të modeleve tona. Supozime që i kemi bërë pa i vënë në dyshim sepse dukeshin të qarta dhe të natyrshme. Dhe kjo është pikrisht ajo që e bën paradoksin kaq të rëndësishëm dhe kaq të vështirë. Nuk po kërkojmë gabim të madh dhe të dukshëm, po kërkojmë gabim të vogël dhe të fshehur. Gabim që fshihet brenda supozimeve tona themelore mbi natyrën e universit. Cilat janë ato supozime? Ne t'i shikojmë drejt për drejt. Supozimi i parë. Universi është homogjen dhe izotrop në shkallë të mëdha. Kjo do të thotë se mesatarisht universi duket një lloj nga çdo pikë dhe në çdo drejtim. Ky supozim, i njohur si parimi kozmologjik, është themeli i të gjithë kozmologjisë moderne. Pa të llogaritjet tona të moshës së universit nuk kanë kuptim. Por çfarë nëse parimi kozmologjik nuk është plotësisht i saktë? Çfarë nëse universi ka struktura të mëdha, supervoid, supergrumbuj, që ndikojnë në matjet tona të konstantës Hubble? Disa shkencëtar kanë propozuar se ne jetojmë brenda një rajoni të universit që është pak më i rrallë se mesatarja, një supervoid lokal, dhe kjo mund të ndikojë në matjet tona lokale të zgjerimit. Nëse kjo është e vërtet, matjet lokale të konstantës Hubble do të jepnin vlerë pak më të lartë se vlera globale, dhe kjo mund të shpjegojë tensionin Hubble. Supozimi i dytë. Energjia e errët është konstante në kohë dhe hapësirë. Modeli standard supozon se energjia e errët, ajo forcë misterioze që po e përshpejtoi zgjerimin e universit, ka densitet konstant, të pavarur nga koha. Ky supozim quhet konstanta kozmologjike dhe shënohet me shkronjën greke lambda. Por çfarë nëse energjia e errët nuk është konstante? Çfarë nëse ajo ndryshon ngadalë me kohën, duke qenë pak më e fortë në të kaluarën dhe pak më e dobët sot, ose anasjelltas? Nëse densiteti i energjisë së errët ka ndryshuar me kohën, atëherë llogaritja e moshës së universit duke supozuar konstancë do të jetë e gabuar. Supozimi i tretë. Modelet tona të evolucionit yjor janë të plota. Ne supozojmë se i kuptojmë të gjitha proceset fizike brenda yjeve të vjetër, difuzionin atomik, konveksionin, ndërveprimet bërfamore. Por fizika e brendshme e yjeve është jashtëzakonisht komplekse dhe modelet tona janë domosdoshmërisht thjeshtëzime. Nëse ka procese fizike brenda yjeve me metalicitet shumë të ulët që nuk i kemi modeluar sakt, procese që ndikojnë në shpejtësinë e djegjes së hidrogjenit ose në strukturën e brendshme, atëherë moshën e llogaritur mund të jetë sistematikisht e gabuar. 3 supozime, 3 mundësi gabimi, dhe secila prej tyre, nëse është e gabuar, mund të shpjegojë paradoksin ose ta thellojë atë. Por tani duhet të bëjmë diçka edhe më të guximshme. Duhet të shikojmë mundësinë që asnjë nga këto supozime nuk është i gabuar dhe megjithatë paradoksi ekziston. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ndoshta fizika jonë themelore, jo modelet, por fizika vetë, ka nevojë për rishikim. Do të thotë se ndoshta ka aspekte të natyrës së hapësirës, kohës dhe gravitetit që nuk i kuptojmë ende. Do të thotë se ndoshta universi funksionon ndryshe nga sa mendojmë, jo pak ndryshe, por thelbësisht ndryshe. Kjo është mundësia e frikshme dhe kjo është mundësia emocionuese, sepse historia e fizikës është historia e momenteve kur fizika themelore u rishikua.
Mekanika klasike e Newtonit, e cila funksiononte me saktësi të jashtëzakonshme për 2 shekuj, u zvendësua nga relativiteti i Einsteinit dhe mekanika kuantike. Jo sepse Newtoni ishte i gabuar brenda kufive të aplikimit të tij, por sepse ata kufi u zbuluan të ishin shumë të ngushtë. Fizika e Newtonit funksionon mirë për objektet e mëdha dhe shpejt, por dështon për objektet shumë të shpejta ose shumë masive dhe dështon plotësisht në shkallën atomike. Ndoshta kozmologjia jonë moderne është në të njëjtën situatë. Ndoshta modeli lambda CDM funksionon mirë brenda kufive të caktuar, dhe ata kufi po zbulohen tani, nëpërmjet anomalive si tensioni Hubble dhe paradoksi i HD 120.283. Dhe nëse kjo është e vërtet, nëse kemi nevojë për fizikë të re, atëherë pyetja bëhet: Por spekulimit të bazuar mbi matematikë dhe fizikë rigoroze. Spekulimit që bëjnë shkencëtarët e vërtet kur të dhënat nuk pajtohen me teoritë ekzistuese. Një mundësi është teoria e gravitetit të modifikuar. Relativiteti i përgjithshëm i Einsteinit, teoria jonë aktuale e gravitetit, është testuar me saktësi të jashtëzakonshme në sistemin diellor dhe në shkallë galaktike. Por në shkallë kozmologjike, në shkallë të miliardave vjet dritë, ajo nuk është testuar me të njëjtën saktësi. Disa fizikanë propozojnë se graviteti mund të sillet pak ndryshe në shkallë kozmologjike, dhe kjo ndryshim e vogël mund të ndikojë në llogaritjen e moshës së universit. Një mundësi tjetër është kozmologjia e energjisë së errët dinamike. Nëse energjia e errët nuk është konstante, nëse ajo ndryshon me kohën, atëherë historia e zgjerimit të universit është e ndryshme nga sa parashikon modeli standard. Dhe kjo mund të ndryshojë llogaritjen e moshës. Disa modelet e energjisë së errët dinamike japin mosha të universit pak më të mëdha, rreth 14 deri 14.5 miliard vjet, të cilat do të ishin të pajtueshme me moshën e HD 120.283. Dhe pastaj ka mundësinë më radikale, mundësinë që pak shkencëtarë diskutojnë hapur, por shumë e mendojnë privatisht. Mundësia e universive të shumëfishta, ose e fazave të ndryshme kozmologjike. Çfarë nëse universi ynë ka kaluar në përfaza të ndryshme, faza ku ligjet e fizikës ishin pak të ndryshme, ku konstante themelore kishin vlera të ndryshme? Çfarë nëse ka pasur një fazë para shpërthimit të madh, jo në kuptimin e zakonshëm, por në kuptimin e një gjendjeje të ndryshme fizike që ka lënë gjurmë në strukturën e universit tonë? Këto janë pyetje të guximshme, dhe ato janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet ende. Jo sepse janë të papërgjigjshme, por sepse nuk kemi ende të dhëna të mjaftueshme. Por kemi instrumente të reja, dhe ato instrumente po mbledhin të dhëna. Teleskopi hapësinor James Webb, ai gigant i artë që rri në pikën Lagrange L2, 1.500.000 kilometra nga toka, ka ndryshuar tashmë mënyrën si shikojmë universin e hershëm. Ai ka zbuluar galaktika masive që ekzistonin vetëm 600 milion vjet pas shpërthimit të madh. Galaktika kaq të mëdha dhe kaq të zhvilluara sa modeli standard nuk mund t'i shpjegojë lehtë. Ai ka zbuluar yje të formuar shumë herët me karakteristika kimike të papritura. Ai po ndriçon epokën e errët të universit, periudhën midis shpërthimit të madh dhe ndezjes së yjeve të parë, me detaje të paprecedent. Dhe çdo zbulim i ri nga Webb shton presion mbi modelin standard. Jo sepse modeli është i gabuar, por sepse ai mund të jetë jo i plot. Misioni Euclid i Agjencisë Hapësinore Europiane, i lançuar në korrik të vitit 2023, po hartëzon strukturën tredimensionale të universit me saktësi të paprecedent. Ai po mbledh të dhëna mbi miliarda galaktika, duke matur pozicionet dhe lëvizjet e tyre me precizion të jashtëzakonshëm. Qëllimi i tij kryesor është të kuptojë natyrën e energjisë së errët dhe të materies së errët, dhe rezultatet e tij do të ndikojnë drejt për drejt në llogaritjen e moshës së universit. Nëse Euclid zbulon se energjia e errët nuk është konstante, nëse tregon se ajo ka ndryshuar me kohën, kjo do të jetë revolucion kozmologjik. Dhe kjo do të ndikojë drejt për drejt në paradoksin e HD 120.283. Observatori Vera Rubin, i cili pritet të fillojë operacionet e plota së shpejti, do të katalogojë miliarda galaktika dhe do të mbledhë të dhëna mbi supernovat me frekuencë të paprecedent. Supernovat e tipit Ia, ato shpërthime kozmike që përdoren si kandela standarde për matjen e distancave,
janë instrumenti kryesor për matjen e drejt për drejt të konstantës Hubble. Me të dhënat e Rubin observatori, shkencëtarët do të kenë saktësi shumë herë më të madhe në matjen e konstantës Hubble. Dhe kjo do të ndihmojë të zgjidhet tensioni Hubble. Dhe nëse tensioni Hubble zgjidhet, nëse zbulojmë se vlera e vërtetë e konstantës Hubble është rreth 73, atëherë mosha e universit bie dhe paradoksi i HD 120.283 bëhet shumë më akut. Atëherë nuk mund ta fshehim më brenda pasigurisë statistikore. Atëherë duhet të pranojmë se ka diçka thelbësisht të gabuar, ose në fizikën jore, ose në kozmologjinë, ose në të dyja. Dhe kjo do të jetë momenti i vërtet i krizës dhe i mundësisë. Por ndërkohë, ndërsa presim rezultatet e instrumenteve të reja, duhet të bëjmë diçka tjetër. Duhet të rishikojmë atë që tashmë dim, jo me sytë e besimit, por me sytë e dyshimit konstruktiv. Dhe kur e bëjmë këtë, ku shikojmë me kujdes të dhënat ekzistuese, zbulojmë diçka interesante. Zbulojmë se anomalit nuk janë të izoluara. Ato janë të lidhura. Tensioni Hubble nuk është i izoluar. Ai është i lidhur me anomalitë e galaktikave të hershme masive. Galaktikat që Webb ka zbuluar dhe që janë shumë të mëdha për moshën e tyre sipas modelit standard. Nëse universi është pak më i vjetër se sa mendojmë, nëse mosha e tij është 14 deri 14.5 miliard vjet, atëherë galaktikat e hershme masive janë pak më pak problematike. Ato kanë pasur pak më shumë kohë për të formuar. Anomalitë e galaktikave të hershme masive nuk janë të izoluara. Ato janë të lidhura me pyetjet mbi formimin e yjeve të hershëm. Pyetje që HD 120.283 i personifikon. Nëse yjet e parë u formuan shumë shpejt pas shpërthimit të madh, shumë shpejt se sa parashikon modeli standard, atëherë galaktikat e hershme masive janë të kuptueshme. Dhe nëse yjet e parë u formuan shumë shpejt, atëherë yje si HD 120.283, yje shumë të vjetër, shumë të varfër në metale, janë pikërisht ato që duhet të presim. Gjithçka është e lidhur. Paradoksi i HD 120.083 nuk është anomali e izoluar. Ai është simptom e diçkaje më të thellë, simptom e kufive të modelit ton standard kozmologjik. Dhe kur anomalit fillojnë të grumbullohen, kur shumë fenomene të ndryshme, të vëzhguara me instrumente të ndryshme, nga shkencëtar të ndryshëm, tregojnë të njëjtën drejtim, atëherë shkenca duhet të dëgjojë. Duhet të pyes, çfarë po na tregojnë të dhënat? Çfarë po na thot universi? Dhe universi po na thot diçka. Ai po na thot se modeli ynë, sa elegant dhe i suksesshëm që është, nuk është i plot. Ai po na thot se ka aspekte të realitetit kozmik që nuk i kuptoj mende. Ai po na thot se ka punë për të bërë, pyetje për të bërë, të dhëna për të mbledhur, teori për të ndërtuar. Dhe kjo mesazh, kjo ftesë për të eksploruar më tej, vjen nga një yll i vogël, i largët, i vjetër. Nga HD 120.283, duke shkëlqyer me qetësi në qiellin e natës, në distancën e 289 vjet dritë nga toka. Ai ka qenë aty gjatë gjithë historisë njerëzore. Ai ka parë ngritjen dhe rënjen e qytetërimeve. Ai ka parë shfaqjen e shkencës, zhvillimin e teleskopëve, lancimin e satelitëve hapësinor. Dhe tani, për herë të parë, ne kemi instrumente të mjaftueshme të mira për ta studiuar me saktësi të vërtetë. Dhe ai na tregon diçka që nuk e prisnim. Na tregon se jemi ende në fillim, se ka shumë për të mësuar, se universi është shumë më i pasur dhe më kompleks se sa çdo model që kemi ndërtuar ndonjëherë. Vendoshta kjo është mësimi i vërtet i paradoksit, jo zgjidhja e tij, por pyetja që ai hap. Pyetja që do të na udhëheqë drejt kuptimit të ri, drejt fizikës së re, drejt vizionit të ri të universit. Sepse çdo revolucion shkencor fillon me një pyetje, me një anomali, me diçka që nuk funksionon saktësisht siç duhet. Dhe HD 120.283, ky ill i çuditshëm, ky paradoks i gjallë, është pyetja jon, anomalia jon, porta jon drejt kuptimit të ri. Pyetja tani nuk është nëse do të gjejmë përgjigjen. Pyetja është,
A jemi të gatshëm të pranojmë çfarë do të na tregojë ajo përgjigje, edhe nëse ajo do të ndryshojë gjithçka që mendojmë se dim? Dhe tani, ndërsa drita e HD 140.283 vazhdon të udhtojë nëpër hapësirë, duke kaluar nëpër boshllëkun e madh midis yjeve, duke arritur syt tan pas 289 vjetësh udhtimi, duhet të bëjmë një hap prapa. Jo nga illi, jo nga paradoksi.